Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, faleminderit që jeni përpara ekranit ton për të ndjekur emisionin e radhës të Njerëz në Fokus. Vazhdojnë aksionet e fuqishme të Inspektoratit Kombëtar të Territorit, pra IKMT-s, vazhdojnë kundërshtit e banorëve, objektet e të cilëve prishen. Vazhdojnë edhe kritikat e opozitës nga ana tjetër për këto aksione, por edhe në mbrojtje të atyre ankesave që depozitohen çdo ditë nga ana e banorëve, jo vetëm pranë Partisë Demokratike, por edhe pranë mediave. Për të folur për këtë situatë që mbizotron në Bregdetin ton, edhe pse jemi në sezon turistik, me ne në studio në emisionin Njerëz në Fokus, është kreu i IKMT-s zonja Dallëndyshe Bici. Mirëmbrëma zonja Bici, mirë se rierdhët në Njerëz në Fokus. Mirëmbrëma. Përballë jush është opozita, është zoti Ervin Saliani, sekretar për aksionin qytetar në Partinë Demokratike, i cili ka ndjekur gjithmonë hap pas hapi çdo aksion të ndërmarr nga IKMT. Mirëmbrëma, mirë se erdhët për herë të parë në Njerëz në Fokus. Në pjesën e dytë të emisionit do të bashkohet edhe gazetari News 24 Enrik Mehmeti, i cili gjithashtu ka ndjekur nga afër aksionet e IKMT-s në Vlorë dhe jo vetëm. Përpara se të nisim diskutimet në studio, duaj që në vija të përgjithshme të njihemi me aksionet e IKMT-s. Inserti përgatitur nga Ola Mitre dhe rikthehemi në studio. Prej muajsh vija bregdetare jugu të Shqipërisë është përfshirë nga aksioni për prishjen e ndërtimeve me dhe pa leje. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit nuk i ka ndërprer shembjet, pavarësisht se sezoni turistik ka filluar. Përgjatë janarit të këtij viti një aksion u ndërmor në Himar, ku u prishën 35 objekte brenda qendrës historike. Aksioni zhvillohet në kuadër të projektit të qeverisë për ndërtimin e shëtitores, që parashikon që përgjatë vijës Spillë e Himar të ndërmerren ndërhyrje arkitekture, peizazhi dhe rekreacioni. Gjatë zhvillimit të operacionit në këtë qytet pati edhe reagime qytetarësh, të cilët kundërshtojnë blerjen e shpronësimeve të vendosur nga qeveria. Përgjatë muajit të shkurt, aksioni u përqendrua në Sarandë, ku sipas IKMT-s u prishën 5 objekte dhe u shembën ndërtimet 1 dhe disa katëshe përreth parkut kombëtar të Butrintit. Padromat e inspektoratit nuk kanë munguar as në skajin më jugor të vendit, ku në zonën e Konispolit u prishën 10 ndërtime. Ndërkaq është duke vijuar aksioni për prishjen e objekteve në qytetin e Vlorës, me qëllim zbatimin e projektit lidhja e rrugës transballkanike me autostradën Fier-Vlorë. Projekti parashikon zgjerimin dhe shtrimin e trasesë së rrugës, ndërkohë që për këtë qëllim është parashikuar prishja e 180 objekteve. Por ky ishte një nga projektet më të kundërshtuara nga banorët, të cilët nuk ishin dakord me vlerën e shpronësimit të vendosur nga qeveria për banesat e tyre. Në mënyrë të pareshtur, ata kërkuan vlerësimin e pronës sipas çmimit të tregut. Ndonë se vlera u përcaktua, deri më sot nuk ka psuar asnjë ndryshim edhe pas një sër protestash. Një tjetër projekt në qytetin e Vlorës që ka shkaktuar jo pak zhurmë është ai Lungomares, që parashikon tjetërsimin e vijës bregdetare. IKMT ka kryer disa aksione për prishjen e objekteve, ndërkohë që nuk kanë munguar përplasjet mes inspektorëve dhe banorëve, të cilët kanë pretenduar se i kanë me leje ndërtimet që po ju prishen. Gjatë përplasjeve në këtë zonë është dashur edhe ndërhyrja e policisë, e cila ka shoqëruar pronarët për të mundësuar vijimin e aksionit. Me qëllim rehabilitimin e zonave turistike, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit parashikon prishjen edhe të 20 objekteve në Durrës dhe 30 objekte të tjerë përgjatë vijës bregdetare Kavaj Golem. Sa i takon aktivitetit të përgjithshëm të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, është planifikuar prishja e 300 objekteve përgjatë aksit rrugor Tiranë-Vlorë. Po ashtu edhe në Rogozhinë është planifikuar prishja e 65 objekteve. Pas kundërshtimeve të shumta nga banorët, tashmë është mbyllur aksioni për shembjen e 50 objekteve, kryesisht banesa, me qëllim ndërtimin e unazës së madhe në Tiranë. Zonja Bici, ju drejtoni Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Do të thotë që nuk doni t'ia dini për të mbrojtur qytetarët, banesat e cilëve preken kur ju ndërhyni.
Unë nuk jam në mbrojtjes e qytetarëve, jam ashtu siç e thatë ju në mbrojtje të territorit. Kjo nuk do të thotë që nuk po mbroj të drejtat e qytetarëve. Të drejtat e qytetarëve nuk janë në shkelur në rastin kur prishen banesat. Në rast ato janë përfshirë në aksionet e IKMT-s, do të thotë që ato janë prishur për një interes publik, që është një interes jo vetëm një qytetari apo interesi im personal, por është një projekt mbar kombëtar që na intereson ne të gjithëve. Ndërsa përsa takon mbrojtjes së të drejtave të tyre, besoj se të drejtat e tyre janë vlerësuar shumë mirë nga institucionet përkatëse, të cilat merren me përcaktimin e vlerës së banesës së tyre. Nuk ka ndodhur kështu, me sa duket me ata banor që janë prekur nga Transballkanika e Vlorës, ata vazhdojnë të deklarojnë se nuk janë të kënaqur me vlerën e përcaktuar për shpronësime, po kjo besoj nuk ju takon juve, apo jo? Vlera e shpronësimeve është një vlerë e cila përcaktohet përpara se IKMT-ja si organ zbatues i qeverisë shqiptare të ndërhy, por dhe kjo vlerë është një vlerë e mirë përcaktuar, është një vlerë përcaktuar mbi bazën e vendimeve, të cilat kanë dalë mbi bazën e indekseve dhe vlerës së tregut të tyre. Sa objekte keni shkatruar përgjatë kësaj periudhe dhe flas për sezonin turistik i cili tashmë ka nisur e ju nuk e keni ndërprer aksionin tuaj, ju vazhdoni të shëmni ndërtesa. Transballkanika është një projekt i cili ka filluar që në 2010-ën, nuk është se u fillua në 2013-ën apo në 2016-ën. Sigurisht ishte ndarë në 2 faza. Në fazën e parë që kemi qenë vjetë në periudhën shkurt mars, ku pavarësisht se nuk ishte një sezon turistik, jo nuk i pengoi qytetarët apo të interesuar të tjerë që ta pengonin aksionin e inspektoriatit me forma nga më të ndryshme deri me arkivolët po shkonve tona. Fazë e cila u mbyll në fund të muajit të mars të vitit të kaluar dhe faza e dytë ishte faza tani që është mbyllur para 2-3 javësh. Kto janë projekte të mëdha të cilat nuk mund të mbyllen brenda një sezoni turistik apo një qoftë ky dimror apo veror. Kto janë projekte të cilat kërkojnë një kohë që nuk mund të përfundojnë në një stinë të vetme, prandaj dhe ka qenë gjithmonë në vazhdimsi. Sa objekte keni prishur gjithsesi përgjatë Bregdetit? Flasim për Transballkanikën, janë prishur rreth 180 objekte, këto sipas me leje, pa leje apo nuk ka rëndësi kjo pjesë? Janë 180 objekte të cilat janë mirë të identifikuara në VKM-n e cila ka dalë për shpronësimin e tyre. Sigurisht që brenda këtyre objekteve ka patur edhe nga ato objekte të cilat nuk kanë patur një titull pronësie, sigurisht që nuk janë shpronësuar, por edhe për këto me qëllim minimizimin e pasojave sociale, nuk them, domethënë, në kënaqjen e tyre deri në maksimum, kanë patur një trajtim nga qeveria shqiptare. Në fakt, kjo do ishte edhe një padrejtësi në qoftë se do të krahasonim një subjekt i cili e prek ky projekt të mbar kombëtar i cili ka marrë përsipër që ndërtesën e tij ta ndërtoj me leje ndërtimi, të pagoj taksën përkatëse të infrastrukturës apo ta legalizoj duke paguar taksën e legalizimit, ta regjistroj në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme me një subjekt tjetër që ka marrë iniciativën që të ndërtoj pa leje. Edhe ky besoj që do ishte një diskriminim ndërmjet palëve. Secili nga subjektet që është trajtuar sipas statusit të vetë të pronës. Ndërkohë, duket se me himarën e rilindur, siç ka deklaruar edhe kryeministri i vendit zoti Rama teksa ka postuar edhe një video nga ajo që himara është sot me shëtitoren që nuk e di nëse kanë mundur do të gjithë ta shohin, ja keni dalë të përfundoni në kohë edhe ta mbyllni punën tuaj si inspektoriat për t'ia lënë vendin pastaj ndërtimit të shëtitores edhe gjithçkaje që përbën atë që kryeministri thot, himara i rilindur. Po pra është ajo, domethënë që inspektoriati është hapi i fundit, është hapi ekzekutues, mbasi ka mbaruar të gjitha proceset e mëparshme, të gjitha procedurat e mëparshme. Sigurisht domethënë që projektet i paraprin njëri tjetrit, projekti i cili është më gati për të ekzekutuar, atëherë dhe ne jemi në krahas e atij projekti. Kush ka rilindur tjetër veç himarës dhe kush është në pritje të rilind?
Unë them që të gjitha qytetet kanë rilindur, në të thënë qytetet janë kthyer. E kam fjalën ku keni ndërhyrë ju, e keni përfunduar ju punën, ka nisur puna, u ndërtua shëtitorja? Shumë dhe më mirë që do jepja dhe ishte Breg Liçeni Pogradecit. Breg Liçeni Pogradecit i cili që vjet u rafshua, u rehabilitua. Prandaj dhe ajo eci shumë mirë, ishte pjesa e shpronësimit, pjesa e prishjeve të gjitha godinave dhe me njëherë rehabilitimit tyre. Po nuk është vetëm qyteti Pogradecit, ne kemi ndërhyrë me kërkesën e bashkive, si pas projekteve që kanë patur, në shumë prej tyre, duke i kthyer sheshet e tyre në vende takimi, në sheshe funksionale për të takuar, në sheshe me lulishte, dhe jo në sheshe me ndërtime pa kritere, me kioska dhe pa asnjë lloj orientimi urbanistik. Vunoj ka përfunduar, nësë nuk gaboj? Apo është në proces? Vunoj ka përfunduar, Vunoj është një tjetër aksion. Aty keni pasur vështirësi për të ndërhyrë, kam dëgjuar që njerëzit ju, ndoshta ju, flas inspektorët tuaj kanë punuar deri me duar për të lëvizur gur. Vështirësi ka patur nga më të ndryshme, dhe para për shkak të terrenit, që nuk mund të ndërhyeshe nëpërmjet mjeteve të rënda të inspektoriatit, apo është bërë me punëtor krahu. Prandaj dhe ky aksion ka zgjatur më shumë në kohë krahasimisht me aksionet e tjera. Aksioni i Vunoj dhe i Dërmiu, të tashmë 2 fshatra të shpallura qendra historike, i paraprit një tjetër projekt qeverisë shqiptare, e cila do të realizohet nga Ministria e Kulturës. Me qartë. Zoti Saliani, pse kritikoni gjithmonë aksionet e IKMT-s? Nuk kritikojmë gjithmonë, po fakti që ne kritikojmë apo kritikat tona publike duket sikur kanë të bëjnë me kritikën apo me mos përputhjen e veprimtarisë së Inspektoriatit Ndërtimit apo të qeverisë në këtë rast, sepse janë gjitha allka dhe nuk mund merremi dhe të ngelemi vetëm te Inspektoriati Ndërtimit, që është allka e fundit apo allka e fundit e gjithë zinxhirit dhe është hapi final për t'i marrë diku me drejt, diku pa drejt. Unë do të them cilat janë arsyet që ne kemi dalë në mbrojtje të banorëve dhe do them edhe propozimin e opozitës në lidhje me këtë situatë krijuar, sepse kur flasim për pronën, në fakt që është nga drejtat kryesore, themelore të njeriut, pa të drejtën e pronës, qytetar shqiptar pa garancinë për këtë të drejtë, qytetar shqiptar dhe gjithë Republika në fakt ka një problem të madh, ka një smundje të madhe. Problemet që kanë ndodhur deri më sot me inspektoriatin, gjatë qeverisjes së Partisë Socialiste, kur ka qenë edhe paraardhësi i zonjës Bici, për të thënë në nisje të saj, ka pas problematika të cilat janë kapë edhe nga gjykata dhe nga prokuroria, dhe sot ish drejtori i Inspektoriatit të Ndërtimit më parë është në dyert e prokurorisë dhe të gjykatave i dënuar me një vendim i përdorur nga kryeministri për bllokimin e bulevardit ndaj Bashkisë Tiranës, i dënuar apo jetuar për çështje të tjera të përdorimit politik apo të përdorimit për arsye personale apo shkelje të ligjit për të shkatruar pronat të qytetarëve. Zonja Bici mund të jetë në një situatë të Jo, nuk po i trembemi asnjë drejtuesi të institucioneve publike, i trembemi pasojave që sjell shkatrimi tek qytetarët pa ligj. Ligji është garancia për cilën qytetarët dhe kushtetuta ka vendosur si themel për të mbrojtur drejtat e qytetarëve. Jemi në situatë në shumicën e rasteve, do nis edhe me rastet konkrete që ju i dhap në kronik, sepse kam qenë të gjitha për të takuar qytetarët, ka ndodhur që në shumicën e rasteve Inspektoriati i Ndërtimit nuk i ka çuar asnjë shkresë paraprake subjekteve për t'i lajmëruar për prishjet, dhe në rastet kur ato kanë pasur, si në rastin e projektit të Lungomares, kur ka pasur një projekt i cili nuk dihet në fakt se ku nisë dhe ku përfundon, kemi 3 vjetë që është hapur projekti, apo ka nisur zbatimi projektit për punën e Lungomares dhe ndryshon. Në fillim ka qenë me 4 korsi për ta kuptuar publiku dhe qytetarët, sot jemi me 2 korsi dhe me një trasen mes që ka shkakton edhe probleme për trafikun. Zotrinjt apo zonjat aty, të cilët ju dhimbse një pronë e madhe e cila ishte vlerësuar nga banka me 6.4 milion euro dhe nga ana e qeverisë ju vlerësoi me 280 milion lekë të vjetra apo 28 milion lekë të ri. Kjo është një diferencë e madhe, nuk mund të luhet dhe i shkohet pa paralajmërim për më tepër në kulmin e sezonit turistik. Inspektoriati i Ndërtimit, qeveria, Bashkia e Vlorës, të gjitha institucionet kanë të gjithë kohën e nevojshme dhe kanë më tepër hapësirë sesa çdo qytetar tek e tek për të bërë planifikim dhe për t'i dalë sezonet përpara, por edhe për të ndryrë jo vetëm për tekat e një kryetari bashkie, apo të kryeministrit, apo kush dhe qoftë personazh politik, apo personazh, apo projekt i cili ndryshon me momente për t'i shkatruar pronën dhe për t'i marrë
duke i marrë pronën, i merr jetën qytetarëve të Atëherë, që ndërpresë një sekond, pse nuk janë njoftuar banorët paraprakisht? Që ti bëj gjithë që ta bëjmë pak interaktive dhe ta kuptojnë edhe më mirë ata që na ndjekin. Dakor, mirë, edhe unë po mbaj shënime atëherë. E bëjmë shënime. Thamë për liçenin e Progradecit një projekt i përfunduar. Jo, nuk ka përfunduar, ka qenë një projekt i lëngatshëm nga qeverisja e mëparshme bashkë me Jo, ndërtesa nuk ishin prishur. Jo, po ja u them për projektin. Jemi duke folur për një projekt për rrugën dhe për shëndetoren anës liçenit. Inspektorati i ndërtimit ka ndryrë edhe aty në pjesën e udhënishtit dhe në zonat përreth, duke qenë pa njoftim paraprak dhe duke prishur dhe pronat të cilat kanë qenë të regjistruara në hipotek. Një rast konkret, nuk do ta përmend për reklam emrin e subjektit, po doni u them, e ka fituar gjyqin e ka fituar para një muaji gjyqin me inspektoratin duke fituar shumë të konsiderueshme ndaj inspektoratit ndërtimit për prishjen e ndërtimit. Ai godina e cilit ishte vendosur për gjatë një godinë vijës të cilën edhe mund të them emrin. Po, për gjatë vijës ligjore, aty ku ka ndryrë inspektorati i ndërtimit. Jemi në situatën ku vlera e shpronësimit, aty ku bëhet me vlerë shpronësimi, sepse në shumicën e rasteve nuk kemi tillë, nuk kemi projekt dhe nuk është ndjekur procedura ligjore dhe nuk është ndjer vendimi i Këshillit të Ministrave për t'i çuar ashtu siç e parashikon ligji. Pra, zotëria kishte ankesa për çështjen e vlerës? Ankesat kryesore që kanë që ta përmbledhin. Ankesa kryesore që kanë subjektet apo qytetarët, qoftë subjekte private biznes, qoftë qytetarë të cilët ju kanë prishur banesat, kanë që nuk lajmërohen dhe nuk ju çohet njoftim paraprak që të kenë mundësi të shkojnë gjykatë për të bërë pezullimin e vendimit të inspektoratit. Së pari, së dyti, ka ankesa që t'i ndajmë grupimet e ankesave për vlerën e shpronësimit aty ku ka projekt me vlerë qesharake. Së treti, afati shkurtër që i lihet pronarve për të lëvizur orëndit dhe nuk mund të shkohet me një projekt, sepse investitorët shkojnë aty ku ka, se nuk është problemi sotëm dhe krijohet një problem i madh social. Te ky objekti që ndrynin dhe që çante ajo zonja aty, ishin diku te 40 punëtorë. Cilat janë pasojat sociale dhe kush i merr bërësi për këto? Janë të gjithë pa punë që dalin, apo ja, në kulm sezonit turistik, ishin dhe kishin marrë porosi dhe prenotime të mëpërparshme nga emigrant, nga qytetarë të cilët kanë zgjedhur ato lokale apo ato vende për ceremonitë e tyre, qoftë martesa, qoftë ceremonitë të tjera gëzimi apo qoftë edhe për të pushuar, të cilat ata i kanë kosto që nuk i shlyejnë dot vetëm prenotimet që kishin bërë, nuk ju del kostoja apo vlera që i ka dhënë inspektorati i ndërtimit apo qeveria në këtë rast. Së pesti, çështja kryesore që ne kemi denoncuar me emra dhe me mbiemra në çdo pjesë të territorit, po edhe nga këtu, është që prishjet kanë qenë selektive. I prishet dikujt që nuk ka mundësi, nuk ka lidhje me qeverinë dhe i lihet dikujt tjetër që është deputet, si në rastin e Jugut, me qenë se ishit aty me qenë se ishit Çeparo dhe në Vuno, keni rastin e ish deputetit apo sekretarit sot për reformën në Partinë Socialiste, i cili ka hyrë pothuajse 10 metra, 20 metra larg bregut. E kemi denoncuar në vend dhe nuk është marrë asnjë hap nga ana e inspektoratit, asnjë hap nga ana e qeverisë për të kuptuar se si mbrohet një ndërtim i madh i palishëm që hyn det dhe si prishen ndërtime të tjera pa projekt dhe pa asnjë vlerë, të cilat janë shumë larg. Për më tepër, pjesa e Transballkanikës ka qenë projekti përfunduar, ka përfunduar traseja e rrugës, ka përfunduar rruga, ka ndryshuar projekti për të prishur shtëpitë disa banorëve, ndërkohë që pallatet që janë ngjitur, që dalin shumë më tepër në krah të rrugës, nuk janë prekur vetëm duket të qartë që ata janë njerëz me para, janë njerëz me influencë, janë njerëz me pushtet, njerëz të cilët i kanë gjetur lidhjet e tyre me qeverinë, ndërkohë që qytetarët që janë të pamundur ju është marrë, ju është shkatruar prona dhe jam i sigurt dhe do të ndjekim që kjo do të bëhet ndërtim. Ja u kanë marrë këtyre, u kanë shkatruar për të bërë ndërtim të Transballkanikja në anë të rrugës. Dhe kanë shkuar, ju kanë bërë ofertë nga bashkia që na jepni për ndërtim. Në momentin që nuk ja u kanë dhënë, kanë shkuar dhe e kanë prishur. Gjithë diskutimi është që nuk dua të kritikoj vetëm zonjën, sepse është gjithë qeveria dhe kjo duket që është allka e fundit, po e them, është thjesht ekzekutuesi kësaj, por puna kryesore e inspektoratit, siç ka dhe emrin, është mbrojtja e territorit, jo shkatrimi i territorit. Ka një problem që qytetarët deri në këtë situatë nuk i kanë ndërtuar ato fshehur shtetit apo jo. Shteti ka të gjitha kapacitetet, ka të gjitha mundësitë që t'i ndalojë ndërtimet dhe ne nuk jemi kundër prishjeve apo kundër mbrojtjes së territorit aty ku bën ndërtime të palishme. Me i marrën është mbrojtur territorin gjykimin tuaj apo jo? Me i marrën unë di që çështje estetike, po
Tani ka një problem tjetër që qytetarët e Imarës janë kundër projektit për prishjen, sepse mendojnë që prishet gjithë infrastruktura, gjithë historia e Imarës duke bërë një projekt për zgjerimin e rrugës. Di që projekti që është bërë nuk ka pasur shumë prishje projekti për qendrën e qytetit, por është betonizuar shumë se sa betonat që kanë qenë ato moment, duke kthyer Imarën në një kushdo shkon atje shkon për det edhe për rar. Videoja që ka hedhur kryeministri, besoj se po t'i ke cilë detin, sepse betoni që ka qenë aty thjesht është zgjeruar dhe nuk ka asnjë gjë më tepër. Kam edhe raste konkrete po ashtu dhe tani më vjen për në Berat kur është ndryrë po ashtu prona e familjes Dardha 1932. Po i marrim me radhë pastaj të krijojmë mundësi edhe zonjës Bisi që të përgjigjet ndaj këtyre që ju thatë. Atëherë i marrim me radhë. A ka patur selektivitet në prishjen e objekteve zonja Bici apo jo? Ka patur ndërhyrje nga deputet të caktuar apo persona me influencë në qeveri? Unë thash dhe më lartë VKM të shpronësimi që dalin janë të mirë detajuara dhe të përcaktuara të gjithë subjektet të cilët do të përfshihen në prishje për shkak të realizimit të projektit. Në rast se zoti përballë meje ka raste t'i denoncoj dhe do t'i ndjekim së bashku. Përsa i takon njoftimeve që inspektoriati troket në derë në mëngjes, kjo nuk është absolutisht e vërtet, njoftimi bëhet në dy faza. Faza e parë është faza publike në momentin që VKM-ja që del për shpronësim publikohet në fletoren zyrtare, publikohet në një gazet kombëtare dhe në një gazet lokale. Kjo është faza e parë. Faza e dytë është kur institucioni, qoftë ky vendor, siç është Bashkia e Vlorës apo Bashkia e Himarës, apo një institucion tjetër qendror, që mund të jetë drejtoria e rrugëve apo nuk e di kush tjetër që do përfitojë dhe do bëj zbatimin e projektit, kërkon mbështetjen pranë institucionit ton, i ka identifikuar bëhet përputhja e VKM-s me terrenin. Dhe diçka tjetër që nuk mund të jetë e vërtet kjo që thot, unë kam dhe njoftimet tu, por nuk do kalojmë në kaq detaje, është në datën 15/6 kryespektori i Nuvit të Vlorës i ka çuar njoftimin të gjithë qytetarëve. Të gjithë qytetarëve. Duke filluar nga Vladimir Varfri, që është objekti i parë që është prishur në Lungomare. 15/6. 15 qershor. Është dërguar njoftimi dhe prisha ka ndodhur kur? Mbas 5 ditësh. Mbas 5 ditësh. Pra 5 ditë është afati brenda ligjit, afati kaq është afati. Ta kuptojmë, 6.4 milion euro. Nuk të ndërpreva, të lutem mos më ndërprit, se më ndërpritet mendimi. Jo duhet të them vetëm po ka mundësi njoftimin paraprak që i është çuar. Dhe diçka tjetër, përpara se ne të shkojmë me dokument. Jo njoftimi paraprak që i shkon secilit personalisht. Ajo nëpër gazeta bëhet vlera e shpronësimit, e cila duhet dalë shumë më përpara. Po them njoftimin paraprak që është bërë. Dhe vlera e shpronësimit është një vlerë e cila takon në qytet brenda 30 ditëve, në qoftë se qytetari ju keni njoftim paraprak të cilën vlera nuk e ankimon brenda 30 ditëve, ajo vlerë kthehet në titull ekzekutiv. Unë po them për ju. Vlerën paraprake ju. Nëse do të flasim për vendimin e Këshillit të Ministrave për ju them. Nëse do të flasim për inspektoriatin, unë stopoj këtu dhe them, okay, për inspektoriatin unë jam organ zbatues dhe nuk merrem fare me procedurat e mëparshme. Por po të them në dinjin time si juriste që e ka probleme kanë bërë. Kanë mirë bën që nuk merresh. Merru vetëm me punën tënde se edhe këtu ka probleme dhe unë e bëj shumë mirë punën time çdo ditë dhe jam në mbrojtje të territorit çdo ditë. Kundër informalitetit ju garantoj që do mbaj përgjegjësi para ligjit 1000. Mos sot nesër. Denonsoni rastet kështu dhe na ndihmoni. Është mirë që të bardhë se themi të bardhë, të zezë se themi të zezë, po flasim për një institucion. Do të çojmë në prokurori Kallëzim Bernard, siç kemi bërë me institucion i cili është dënuar me vendim gjykatës. Po flasim për një institucion. Po flasim për një institucion i cili ka marrë fytyrën e një institucioni që para 2013-s nuk dieshe fare në ekzistonte, nuk i dieshe emri fare. Dhe mbledheshin për të marrë rrogat ose për dhënë leje për ndërtim me pa leje. Po ja u them unë që është një orë sepse aleatin e keni aleat në qeverisje. Gjatë gjithë vitit 2012, gjatë vitit 2012 është prishur vetëm një objekt. Dhe një objekt për të liruar një shesh ndërtimi. Një shesh ndërtimi. Tani një sekondë që ta kuptoj. Dhe kundërshtimi i vlerës së ndërtimit, se unë me çfarë pash edhe në insert, edhe me çfarë kam dëgjuar, është që orientimi i ankesave të qytetarëve nuk është për prishjet, Po është për vlerën e... Janë të pak kënaqur me vlerën e përcaktuar për të shpronësuar. Vlera është mund të atakohet brenda 3 ditëve në gjykatë. Por kjo nuk e pezullon, kjo nuk e pezullon.
Kjo nuk e pezullon VKM-n e qeverisë që në mënyrë që të realizohet një projekt mbarkombëtar. Atëherë dhe njerëz, zonja Bici, supozojmë se unë kam një objekt. Më vjen ky njoftimi juaj sot. Unë kam të drejtë të ankimoj për 5 ditë, apo brenda këtyre 5 ditëve unë duhet liroj ambientin në mënyrë që ju ta prishni objektin? Në momentin e shpalljes së VKM-s, personi, subjekti i cili është përfitues i vlerës së shpërndësimit, ka 30 ditë afat që të atakojë këtë lloj vlere, masën e vlerës në gjykatë. Po ju ndërkohë brenda këtyre 30 ditëve, ju kur e bëni njoftimin për ndërhyrje? Pas 30 ditëve? Masa apo brenda? E vlerës së shpërndësimit nuk ka lidhje me prishjen e objektit dhe me pengimin e projekteve mbarkombëtare, se kështu atëherë nuk do realizonim asnjë gjë. Nuk do zhvillonim qytetet ashtu si kur kanë filluar që të zhvillohen. Nuk do punoheshe ashtu siç po punohet në disa fronte njëkohësisht. Me vërtet mund të humbim një sezon dimror apo një sezon veror turistik, po kemi shumë të tjerë përpara. Po flasim për vepra të mëdha. Nuk po flasim për një rrugicë brenda një lagje apo për rregullimin e një kopshte apo një shkolle. Qytetari ka 30 ditë afat që të atakoj masën e vlerës së dëmshpërblimit në gjykatë. Në qoftë se brenda këtij afati qytetari nuk e ankimon në gjykatë, bëhet komplet titull ekzekutiv. Nuk ka lidhje fare masa e dëmshpërblimit me veprimet e inspektoriatit. Pra edhe një herë, në momentin që del një VKM për mua, ju nuk ju intereson këtë 30 ditë që derisa unë të ankimoj, por bazoheni në këtë VKM dhe ndërhyrje, apo jo, kjo është ideja? Inspektoriati ndërhyn dhe vjet në lëvizje me kërkesën e subjektit i cili do të përfitojë këtë lloj projekti, në këtë rast Bashkia e Vlorës. Nga momenti që Bashkia e Vlorës po flas si funksionon teknikisht. Nga momenti që ju njoftoni ky 5 ditë, për çfarë më shërben mua, që të liroj ambientin apo të ankimoj një VKM, një vendim, nuk e di. Edhe në rast se do të ankimoj Ola, nuk është inspektoriati pal e këtij procesi. E qartë e kuptoj, po ky 5 ditë që për çfarë më shërben mua? Për prishjen vullnetare të objektit. E qartë, okej, kjo është ideja, këtë doja të kuptoj. Dhe diçka tjetër, në qoftë se ne do shkonim, do benim te dera atyre, ato janë objekte të cilët duhen mirë parë nga inspektorët dhe nga specialistët e drejtorisë së ekzekutimit. Janë objekte të cilët do prishen me lëndë plasti, që kërkojnë një kohë dhe një afat më të gjatë, apo do prishen, siç u prish në Vuno dhe në Dhërmi me mjetë e krahu, apo nëpërmjet fadromave. Të gjitha këto nuk mund të bën as natën, as brenda një dite. Si në Vlorë, si në Himar dhe si në çdo lloj qyteti tjetër, inspektoriatet e IKMT-s, në krah të inspektoriateve vendore, të bashkive përkatëse, ka njoftuar derë të gjithë subjektet. Derë. Ka një afat të shkurtër, tha zoti Saliani, për të bërë prishjen vullnetare apo për minimumi për të lëvizur orën ditë edhe për ta bërë gati objektin për prishje nga inspektorati që ju drejtoni? Apo ka që ka ligji? Si pas eksperiencës time, deri në momentin e fundit ato nuk e besojnë që protestojnë. Që do prishet objekti. Që do prishet objekti. Kanë shpresë që s'do të ndodhë. Kështu që ato nuk e marrin të mirëqen të lloj afati dhe nuk e respektojnë. Megjithatë, këto janë afate që ka dhënë ligji dhe ne do t'i respektojmë patjetër. Për fat mirë kemi ligj. Zoti na ndihmoftë dhe kjo është çështje fati që ata çfarë shpresojnë dhe Zoti ndihmoftë edhe ata edhe ne me këtë qeveri, sepse ligjin po e shkelin në dy këmbët, por nuk kemi në këtë situatë dhe unë nuk po flas fare për procedurë se si ata kur ka një VKM duhet i drejtojnë gjykatës për vlerën e shpronësimit, sepse kjo është akt ligjor i mëpasshëm, i cili themi e ka sjell pasojën. Jemi në situatën kur qytetarët kërkojnë një njoftim paraprak për të bërë ankimimin për objektin, që objekti vetë të mos ju prishet. Dhe jemi në situatën nuk mund ta marrim nga inspektoriati. Po jo pra se del vendimi i Këshillit të Ministrave. Nuk është kështu. Vladimir Varfi e ka marrë nga përgjithësi Degës Vlorë. E ka marrë, zoti Vladimir Varfi, është i pari që është prishur në Lungomare. Po jo them data. I çon dikujt në datë 15 që ka 5.6 milionë euro. Tani ne nuk kemi student të vitit të tretë juridik dhe të shpjegojmë procedurën. Në qoftë se ankesat e qytetarëve janë shumë më të rëndësishme se sa kjo. Pron 5 ditë pa projekt. Ndërkohë që Lungomarja ka 3 vjet që ka filluar dhe akoma nuk po mbaron. 3 vjet. Do diskutojmë pastaj për veçanërisht për Lungomaren. Jo për Lungomaren, po e marrim si rast, me qenë se ju e kishit kronik, për ta përmbledhur, sepse mund të hyjmë se cilit rast pas rasti. Për ta thënë që 3 vjet i gjithë Bregdeti ka të njëjtën problematik. Po ja u them 3 vjet Lungomarja që nuk mbyllet projekti, që nuk ka projekt dhe ju shkohet sot 5 ditë para në kulmin e sezonit turistik, ju prishet prona qytetarëve dhe goditen qytetarët. E njëjta gjë me Transballkaniken, ka 3 vjet e kusur qytetarët
Këto kemi probleme të trashëguara. Të trashëguar kemi dhe unazën e madhe. Po, ju keni një gjë trashëguar, keni paratë trashëguara, keni projektin e trashëguar, nuk po dini të administroni projektet dhe shkoni u binin qafë qytetarëve për një rrugë e cila trasen e ka përfunduar. Zonjë, si drejtoreshe inspektoriatit, a keni djeni për një ndërtim të zotit Koço Kokdhima, ngjitur me bregun të cilin e kemi denoncuar prej kosh? A jeni në shkelje të ligjit në këtë rast, apo jo? A ju duhet tritol, apo ju duhet të prishni me kazme dhe me dorë? Apo doni edhe ndihmën e qytetarëve, të cilët ju vazhdon fushën e futbollit? Ndihmën do ta kishim dashur që në farë. Në fakt bima e keqe goditet që në farë. Është një objekt që është trashëguar. Ky është një ndër rastet që kemi trashëguar. Dhe ky është një objekt, ky është një objekt shumë të drejtë që është një bimë e keqe e cila është mbjellë në gjithë qytetin. Është shkatruar qyteti Vlorës. Është shkatruar nga kryetarët e Bashkisë Partisë Socialiste, siç është shkatruar Bashkia e Durrësit ka 20 vjet që administrohet nga Partia Socialiste dhe shkatrimi territorit vjen qënrënj, sepse ju që në nisje keni këtë model, që i ndërtoni, i lini qytetarët të ndërtojnë sepse i marrin para me korrupsion kryetarët e bashkive, apo në rastet lidhur drejt për drejt me betonierët, i shkatrojnë qytetet dhe sot shkoni ju e kemi denoncuar, e kemi quar prokurori, para është juaj është dënuar zonjë. Edhe inspektorët tuaj dhe mbase edhe deri tek ju, ne do të çojmë kallëzim penal për çdo rast, ja po ju them, për çdo rast të shkeljes së ligjit. Inspektoriati i ndërtimit kudo ku ndryn, kemi raste pafund, po bëjmë një listë të plot të gjithë qytetarëve që po sjellen. Kemi në dielin ton deri në sot, ja po ju them unë. Deri në sot ne kemi 1300 ankesa. 1300 ankesa për prishje në 3 vjet. Përveç se do t'i administrojmë dhe do të bëjmë kallëzim penal për çdo inspektor që ka shkelur ligjin dhe ju garantoj edhe një herë qytetarë shqiptarë që secili nga inspektorët që ka shkuar me urdhër të kryeministrit Rama apo me urdhër të Sajmir Dahirit për shkatruar pronë e qytetarët, nesër do të mbaj përgjegjësi për ligjit. Së dyti i garantojmë qytetarë shqiptarë ashtu që do të bëjmë ligj të gjitha rastet e evidentuara nga ne të prishjes në shkelje të ligjit nga ju, me ligj të ri ne do t'i kompensojmë një me vlerën. Është mirë që të flasim për të shkuarën dhe për të tashmen. E ardhmja e Partisë Demokratike është shumë e largët dhe besoj që qytetarëve do t'i kaloj çfarë do lloj afati ankimimi. Ato 1300 ankesa bëjnë mirë që të kapin afatin administrativ dhe afatin gjyqësor. Pjesa më mirë juaj del në opozitë, pjesa tjetër do të mbaj përgjegjësi para ligjit. Ju a them me shumë dashamirësi atyre 1300 vetave, të cilët ju janë drejtuar juve të kapin afatet administrative për pretendimet e tyre. Nuk i kapin dot afatet administrative sepse nuk kemi në leksion të juridikut, po ju e dini që kur nuk i çon shkres, kur ju nuk i çoni shkres dhe njoftim para prag zotëria nuk ka apo zonja, që ka pronare banesës, nuk ka se si të shkoj të ankohet gjykat. Sepse ju pa ligj zonjë. Ky është problemi. Na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak në transmetim të drejt për drejt, po flasim për atës që konsiderohet për te i pluhurit të rënojave, kështu e kemi titulluar emisionin e kësaj mbrëmjeje. Me ne në studio bashkohet pas publicitetit dhe kolegu i News 24, Enrik Mehmeti. Kthehemi pas pak. Çfarë ndodh për te i pluhurit të rënojave? Për këtë po diskutojmë sonte në studio, ku përballë opozitës është vetë kreu i KMT-s, zonja Dallëndyshe Bici. Këti paneli është bashkuar, siç e përmenda edhe më herët, gazetari i News 24 Enrik Mehmeti, i cili ka ndjekur nga afër çdo aksion të ndërmarrë nga IKMT, por ka përcjell në News 24, Balkan Web, gazetën shqiptare dhe çdo ankesë të banorëve që janë prekur direkt nga këto aksione. Më lejoni t'i jap fjalën kolegut Mehmeti, me që nuk ishte në pjesën e parë të emisionit. Mirëmbrëma, mirë se erdhe në Njerëz në Fokus, Enrik. Përshëndetje. Për sa i përket ndërtimeve, shëmbjeve të ndërtimeve me leje apo pa leje, Vlora ka qenë në kryeqendër dhe në kryefjalë, jo vetëm këtë vit, por gjithë vitet e kaluara. Ka pasur kontestime, ka pasur pro, ka pasur vlerësime, ka pasur ankesa, por gjithsesi, siç thash, që kryeqendra e shëmbjes së ndërtimeve pa leje dhe shpeshherë ka pasur edhe një pikpyetje, sidomos në shëmbjen e ndërtimeve përgjatë bregut të detit, pse përpara sezonit turistik shëmbja e ndërtimeve. Ana tjetër, ka pasur vlerësime shumë të mëdha. Po, e ka menduar njëri që është proces ai apo?
Pikërisht. Apo t'i stopojnë punimet me qerdhje sezonit turistik? 6 muaj presim shiritin edhe mbaran. Jo, pikërisht. Pastaj presim dhe njëherë shiritin pas 6 muajsh. Jo, pikërisht për faktin, edhe vitin e kaluar ka pasur shëmbje ndërtimesh në përgjatë Bregdetit, në vijën e Lungomares, ku në disa pjesë nuk është punuar atje ku është shëmbur. Ndoshta edhe pjesa e fazës së projektit Lungomares, e cila edhe vetë kryeministri ka pas ankesa për fazën e punimeve e cila është Po e se me ritmet të ngadalta. Me ritmet të ngadalta, madje ka thënë edhe publikisht, ndoshta janë fajtor edhe firma e cila po bën edhe zbatimin. Por në rastin konkret gjithmonë është pyetur që dhe është kërkuar në një farë mënyrë që kjo të ishte pas sezonit turistik. Përsa i përket ndërtimeve apo shtesave, nga ana e qytetarëve ka pasur vlerësime të mëdha për shtesat të dyqaneve apo shtesat të ndryshme ku Vlora. Si shtesat, çfarë janë këto shtesat? Shtesat e dyqaneve, shtesat të cilat vitin e kaluar ka pasur një aksion publike që është nga i kamatoja vjetë përpara që ka paraprirë Transballkanikan. Pikërisht dhe ka pasur vërtet sepse vetë qyteti ka marrë një pamje uniform, që do të thotë ka pas një prerje, nuk kam 3 metra më tutje, 2 metra më pas, dhe kjo në këtë kuadër ka pasur vlerësime. Kontestime për Transballkaniken. Kryesisht, për shpronësimet, apo jo? Për shpronësimet, fazë e parë edhe fazë e dytë. Në fazën e parë janë të shumta banesat e cilat janë skualifikuar dhe nuk kanë përfituar asgjë. Banesat e cilat kanë qenë në proces legalizimi, ku brenda një mbrëmje ka pasur një skualifikim të menjëhershëm. Edhe në rastin e dytë, me sa di unë, ka pasur skualifikime për gjitha ato që kanë qenë në fazën e procesit të legalizimit. Ndërsa në fazën e parë kishte akoma më shumë banesa, madje e cila pati dhe një protest shumë të madhe në fazën e parë. U zhvendosën në Tiranë para parlamentit, para njësës së seancës. Dhe nuk ishim në sezon turistik. Jo, në atë rast, jo. Sezonin të një bje që protestat në shoqërojnë si që jemi, si në dimër ashtu dhe në verë. Për shëmbjet e ndërtimeve në Bregdet nuk ka pasur në asnjë moment protesta. Protesta përveç protesta masive. Shikoni ju. Protesta masive para institucioneve. Më kujton Petritin e të vëshës. Ne kemi 3 vjetë që ju themi që projekti Lungomares është një projekt i ndështuar dhe nuk ka projekt. Isha duke ju thënë këta. Në rastin e Transballkanikës është një projekt i ndryshuar nga ju sepse po e bënin ndryrje në momentin që traseja e rrugës ka përfunduar. Ato janë probleme teknike që është rikualifikim. Të gjitha projektet të rikualifikohen. Në çdo cep të territorit ku ju keni ndryrë. Nuk po ju thot njëri aty ku keni prishur ndërtime të cilat janë të palishme. Nuk më kthyehet përgjigje për ndërtimin e Koça-Kokdhimës. Edhe mirë bëni se problemet do keni, po ta thoni, po edhe me shkrim, siç nuk keni kthyer përgjigje për qindra ndërtime të tjera. Media është e para që merr njoftimin si për aksionet dhe për çdo lloj rasti të veçantë. Do të prishet kjo objekti apo jo? Letërkëmbimin ton do ta merrni edhe ju, nëse do jetë publike. Do të prishet apo jo kjo objekti? Këto janë probleme të cilat nuk i takojnë vetëm inspektoriatit. Problemi i këtij objekti në Buzetit në Himar përfshin disa institucione. Unë nuk mund të marrë përsipër që të gjithë problematikat e gjithë këtyre institucioneve. Ashtu si sa Enriku, dhe për Transballkaniken, ashtu dhe për Lungomaren, ne kemi mirë bashkëpunuar me agjencinë e Aluiznit, duke skualifikuar ato objekte të cilat nuk përfshiheshin në procesin e legalizimit. Kjo do të thotë që kur arrim në prishjen e një objekti, nuk është se jemi ne që kemi të bëjmë me ndërtime të mirëfillta valije, sigurisht që ne vendosim në bashkëpunim edhe me inspektoriatet vendore, të cilat disa për tyre tashmë janë. Po të them, po të ishte objekt komplet pa leje, i ishte objekt i inspektoriatit. Tu janë të përfshira disa institucione dhe nuk besoj që ja vlen që të hajmë minutazhin e këtij emisioni për të marrë një objekt të vetëm. Ja vlen për të treguar se si një qytetar i cili mund të ketë në shtëpi o ka o nuk ka për të ushqyer fëmijët e vet, buka apo ushqim, i prishet banesa dhe nxirret në rrugë dhe se si dikush i lidhur me pushtetin, i cili ndërton për biznes në pronë publike duke i zënë hapësirat qytetarëve ta di vendi ku ka ndërtuar, kemi pafund raste, i thash vetëm ne, sepse nuk kemi mund t'ju them pafund raste të tjera nuk kanë ndërhyrë
për ta prishur, për ta shkatruar, pavarësisht se po ju them që është shumë afër detit se çdo ndërtim tjetër. Ndërtesat e prishura në Transballkanike. 2013, sepse nuk ka vepruar. Ja, po ja u them. Ky objekt aty ka qenë. Pse nuk ka vepruar? Nuk e qenë në këtë nivel. Unë dua të sqaroj një gjë, për të gjithë ato objekte të cilat janë shpi banimi, edhe kur nuk kanë patur një status si prone, edhe kur nuk kanë patur një titul pronësie, ato janë trajtuar me qëra. Janë trajtuar me qëra për një afat. Qoftë çdo qytet tjetër bregdetar i cili është shkatruar dhe është kthyer në qytet, thuajse të pajetueshëm, jo vetëm për pushuesit, por për vetë ata që banojnë aty, duke u zënë frymën me beton, i cili për fatin e keq është i lidhur edhe në këtë rast drejt për drejt. Ne jemi në antitestë. Objektivat e tuaja janë Vangjus Dago shet betonin në Durrës dhe shkatron territorin për të cilin ju jeni ngarkuar me ligj për ta mbrojtur. Ai kryetari i bashkisë atje Leli. Po ta kishin ndjekur punën e inspektoriatit, ju e dini shumë mirë që kemi ndërhyrë. Inspektoriatin e ndërtimit e kam ndjekur në ku ka shkel. Të falenderoj që gjithë institucionet e tjera. Kemi ndërhyrë edhe në bashkinë e Durrësit, në bashkinë e Kavajës, në bashkinë e Rogozhinës. Të gjitha me administratorë të Partisë Socialiste. Keni ndërhyrë në Durrës në Ishëm Sukth me 20 prishje, 20 godina të prishura. Në Rogozhin 65 objekte për gjatë vijës bregdetare. Kavaj Golem 30 objekte. Ja ju themi për lajm, me qenë se zonja thotë që ne nuk kemi prishje. Nuk kemi përpara zgjedhjeve dhe ne të dy jemi kandidat përballë njëri tjetrit, ë? Shiko, ju mbase nuk e ndjeni se jeni në pushtet dhe nuk e keni takuar ata. Është sekretar për aksionin qytetar zonë shkoj atje i takoj ata. Dhe kur i dëgjoj. Jeni për aksionin qytetar. Qytetarëve ju zonjë nuk jeni e verbër përpara ligjit. Nuk jam e verbër përpara ligjit. Nuk jam e verbër absolutisht. Për ta zbatuar sepse duhet jeni, mos thuaj që nuk jam. Por në këtë rast që shkakton probleme të mëdha sociale dhe qytetarët i nxjerrë në rrugë, duhet jeni më të ndjeshme. Jo ju, qeveria shqiptare nuk mund të ndryjë pa procedurë, nuk mund të shkojë si band për t'i prishur pronat qytetarëve shqiptarë. Jemi në këtë situatë. Dhe po flasim për objekte, nuk e çfarë. Ishin këtë termin band, se kemi të trashëguar se në momentin kur kanë filluar punë në inspektoriat, kemi trashëguar nga 2013 kam trashëguar vetëm inspektor Bark Mdhej, të cilët sot janë pa punë. Jo ju që i keni. Se kështu dhe ky kryetari i bashkisë që keni në Kavaj, që pas ke ndryrë aty dai, shumë mirë ke bërë. Ke prapë ndërtime në Kavaj. Mund të them tani. Ke prapë ndërtime që po i bën tani. Po vazhdo. Një sekond. Puna e inspektoriatit, se po themi këtu me aksione, sigur jemi në zbor. Inspektoriati nuk funksionon ashtu si qeveria me aksione. Është në punë permanente, duhet të jetë gjithkohë në mbrojtje të territorit, ka disa inspektoriate, ka dhe inspektoriat vendor, ka dhe polici bashkiake që ruan, e kanë ngarkuar me mbrojtje të territorit. Ja po ju them tani. Ka dhe policit shtetit, e cila është ngarkuar dhe është kthyer në vepër penale ndërtimi i paligjshëm për ta bërë edhe më të vështirë për qytetarët që duan të ndërtojnë pa marrë leje. Por duke bërë këtë, duhet që të thjeshtoheshin procedurat për marrjen e lejës ndërtimit që biznesit i merrte më thjesht. Po heqim këtë po ju them sot në Bashkinë e Durrësit në territor keni ndërtime që po bëhen nga kryebashkiaku dhe nga njerëz të lidhur me të. Kaq. Po, zë Bici? Të gjitha që thotë zotria janë thjesht fjalë në erë, ne sigurisht jemi në mbrojtje të territorit dhe jemi çdo ditë në mbrojtje të territorit. Janë 1300 ankesa të qytetarëve, nuk besoj se janë fjalë në erë. Dhe në bazë të këtyre ankesave do të depozitohet kallëzim penal për inspektorët tuaj. Nuk i trembemi kallëzimeve penale, do t'ja lejmë aty që thotë zotria edhe përpara. Prandaj nuk e duan reformën drejtësimi. Vetëm për inspektorët apo edhe për kreun e IKM-s. Nuk ka diskutim për çdo përgjegjës një deri në majën më të lartë piramidës. Po jo si e keni planin, kallëzimi penal për këtë do jetë. Ministri. Ministri brendshëm që lejon ndërtimet e palishme dhe që ka mbushur Shqipërinë me ashash, shkon ju prish banesat qytetarëve të varfër të pamundur. Jo për gjithë, për çdo përgjegjës i cili e ka detyrë të ngarkuar me ligj. Nga ministri brendshëm që e ka në varësi edhe këta që se duhet ta dinë qytetarët shqiptarë që ju shkon ministri i brendshëm i cili del edhe mbush Shqipërinë me ashash në çdo cep territorit. Është tjetër temë. Jo, po ja u them vetëm për të bërë lidhje. Të kanalizohemi tek tema, po se. Nuk po kanalizohemi fare te tema dhe ne po flasim në ajër, nuk po flasim për punën konkrete. Inspektoriati është inspektoriati i cili funksionon dhe punon çdo ditë, ndryshe nga një institucion më përpara që as nuk e njinte, as nuk e dinte njëri, një inspektoriat që në objektin e tij të punës nuk kishte, të lutem mos më ndërprit. Nuk kishte. Jeni ju në pushtet. Po prandaj
Prandaj dhe është ky inspektoriat, nuk është ai inspektoriati më pashëm, dhe jemi çdo ditë në mbrojtje të territorit, jemi çdo ditë me të gjitha burimet njerëzore në funksion të mbrojtjes të territorit. Jo vetëm unë kam kallëzuar penalisht kryetar bashkisht dhe komunash për mënyrën e dhënies së lejes së ndërtimit, bashkë me stafet e tyre. Një numër që ti po të më kishe ndjekur, një numër të konsiderueshëm. Kryetarin e bashkisë Vlorë keni quar, që po ndryni sot, që ka lënë ndërtimet palishme? Kryetarin e bashkisë Durrës që po ndryni sot, e keni quar me qenë se po ndryni sot, zonjë? Kemi quar ato lloj kryetar bashkish. Ja këto lloj kryetar, sa aty po prishnin ndërtimet palishme, këtë po them. Jo pyes edhe unë, sepse ju paguani dhe nga taksat e mia. Dhe unë jam në roj të interesit publik. Po ti nuk pret që të marrësh përgjigje, Marrë Zotrit, jo, ti vetëm po flet. Përgjigje, po të pyes, ja po pres tani. Kam dërguar të gjithë ato kryetar bashkisë, të cilët unë e kam vlerësuar së bashku me stafin tim, që kanë qenë në shkelje të kushteve urbanistike. Dhe jo vetëm ata kryetar bashkie, jo, numrin i sakt nuk e di, por edhe ish kryetarin e bashkisë të Tiranës, një ndërmjet tyre. Po atë se keni bërë ju, dhe bën Rama, ja u sjell ju e firmoste, po ajo. Mos e ndërprisni, ju lutem zoti Saliani, kryetarin e opozitës po thonë. Po jo më kam quar kryetarin e opozitës, po mirë, si ishte vetëm kryetari i opozitës. Nuk e kam quar si kryetari i opozitës, kam quar si kryetar bashkie, dhe jo vetëm kryetarin e bashkisë së Tiranës, kryetarin e bashkisë së Gjirokastës, kryetarin e bashkisë së Lezhës, kryetarin e bashkisë së Shkodrës, e shumë kryetarë të tjerë bashkishe komunash, dhe bashkë me stafet të tyre të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste nuk e hyn, shkeljet nuk i ndaj, shkeljet do tri, shkeljet nuk kemi ndërhyrë në Shkodër, Kryetar bashkie i Partisë Socialiste. Kryetar bashkie i Partisë Socialiste ka qenë ish kryetari i bashkisë së Gjirokastrës. Dhe ai është ish kryetari i bashkisë së Gjirokastrës. Po i cili ka pas probleme me ju dhe për shkak të problematikës me kryeministrit ju sulmoni politikisht. Ju aty shtrikesh po më thua brenda partisë tuaj. Kryetarin e bashkisë. To janë të gjitha mësimet e tuaja. To të gjitha janë mësimet e tuaja. Ju nuk po ndrynin në Gjirokastrë, zonjë, po ndrynin në Vlorë, në Durrës dhe po ndrynin edhe në Pokatec. Po flasim për 3 vjet inspektoriat që ka filluar të punoj dhe 25 vjet informalitet. Tani, atë shkopje magjik nuk e kemi ne. Fjala i vetmi i dënuar nga kryeinspektorët është paraardhësi juaj. I emëruar nga Edi Rama. Ta tjerë nuk dim gjë, e shkapu shkelet ligjë. Ta lem gjukatën dhe prokurorin të bëjt punën e vetë. Si ndërhym ne? Se po i ndërhym? Ashtu si shto... Ne nuk i ndërhym, ne edhe sepse as paratim nuk ka një vendim gjukatët të formës së prerë në vjenin time. Jo të formës së prerë, po ka një vendim gjukatët të dënuar. Cila është situata në Lungëmarë? Aktualisht është bërë shëmbja e ndërtimeve, në një farë mënyrë mund të quhet janë shëmbur totalisht. Ato që ishin pjesë e projektit, në fakt... A kemi të bëjmë me një projekt të zgjatur në kohë dhe të pa përfunduar brenda fateve të përsaktuara më herët, apo jo? Po, pikërisht edhe unë doja të bëja një pyetje të tillë. Ka pasur një projekt të dytë pasi fillimisht u prishën një pjesë e ndërtimeve dhe u folë që një pjesë do të lieshin, siç ishte edhe rasti konfliktit para disa ditëve më parë, ku pati një përplasje të fortë mes banorëve, forcave të policisë, ka pasur kontestimi mes palëve. Vetë pronarët... Objekti ndodhej në, që t'ja kujtojmë... Në Lungëmarë, në ujtë fëtot. E mbani mend ku pati përplasje me gurë, që në atë rast ka një ndryshim projekti nga në një fazë tjetër, sepse u folë fillimisht se do ishte një projekt, dhe në pas do u shfaqë si pas gjithmonë pronarve, ata paraqiten një projekt që ishin ekzistuese këto baret e tyre dhe një projekt të dytë që aty paraqiteshin pemë. Dhe në momentin që ne jemi duke folur, apritet që të ketë ndërhyrje të tjera në pjesën e sipërme të rrugës, pasi në pjesën e Bregdetit tashmë nuk ka më objekte, ka deri në zonën e quajtur Rapi. Nuk kemi selektime në pjesën e Bregdetit. Jo, të paktën jemi të ndërgjegjshëm që në zonën... E parë nga Flora, e parë nga ju si gazetar dhe... Jo, nuk ka pas në zonën e Bregdetit, përsa i përket shëmbjeve, nuk ka pasur selektime, sepse në momentin që është bërë edhe shëmbja e objekteve të fundit disa ditë më parë, ku pati dhe përplasje, ishte një përplasje goxha e fort, pati dhe të plagosur në këtë përplasje, ishin objektet e fundit që ishin buzë të detit, që nga zona e njohur si zona e Skelës, dhe deri në zonë e njohur si pjesa e Rapit. Për pjesën në vazhdimësi tashmë,
Duke qenë që edhe shumë janë në pikpyetje, do ketë më vazhdimësi, sepse flitet që projekti do shkojë deri te tuneli. Ende nuk kemi parë një projekt të përfunduar dhe me një tabel përsipër të projektit, por kjo nuk ju takon juve, i takon firmës, i takon institucioneve. Unë po të flasë për pjesën e Lungomarës, për objektin e fundit që u prishën deri tani për para 5 ditëve. Edhe po të shohim titullin e VKM-s së shpronësimit, është rishikimi i projektit. Gjatë zbatimit të projektit, është rishikuar nga teknicianët. Sepse nuk ishin në fillim. Është rishikuar nga teknicianët dhe është arritur në fazën që projekti duhet të rishikoheshe, duke përfshirë edhe këto objektet të cilat u shëmbën. Për vazhdimsinë nuk kam djeni, kështu që unë dua t'i sqaroj ashtu si duhet qytetarët, jo të merren me Pra sa fjalë projekte boshe. ka patur, ka dhe do të ketë Lungomare? Kur do përfundoj Lungomare? Në fakt, kjo nuk është një pyetje që mund të më drejtohet mua. Ju punën tuaj e keni përfunduar? Sigurisht, edhe në qoftë se do ketë një... Pjesë e ndërtimit duke mbulur. Jo, i qartë që patjetër që e di këtë, po, pra nuk keni më objekte për të shëmbur aty. Nuk jam në djeni për një vazhdimsi të një projekti tjetër përsa i takon Lungomarës. Po në qytet do ketë më ndërhyrje? Pritet që të ketë ndërhyrje në këtë periudhë gjatë tyre kohëve? Pritet që të ketë ndërhyrje të ndryshme? Ajo që është kryesorja dhe që është ajo që ne kemi arritur edhe me ashpërsimin e masave dhe me dënimet, me ndryshimet në kodin penal dhe në ndryshimet në ligjit për inspektoriatin, është që ne ta mbrojmë territorin dhe të pengojmë informalitetin, në të mos lejojmë që të bëhen ndërtime pa leje. Ne në fakt kemi ndërhyrë fuqishëm vjet ashtu siç e përmendët ju për lirimin e hapësirave publike. Por në qoftë se kryetari i Bashkisë së Vlorës do të na thrasë, do ketë nevojë për mbështetjen tonë për të ndërhyrë në qytetin e Vlorës, sigurisht që do jemi në krahët e tij. Aktualisht ka ndonjë plan? Aktualisht jemi fokusuar në projekte mbarkombëtare. Po. Që do jenë të mira, do ja shohim unë, ti, Vlora dhe gjithë Shqipëria. Për Vlorën ka shumë ankesa për atë që është konsideruar bllokim total i trafikut pas këtij projekti. Cila është situata? Rruga me 2 korsi... Po, ishte me 3, është bërë me 2, çka ka ndodhur aty? Apo me 4, me 5, sa ka qenë? Pavarësisht se në rrjetet sociale, për shembull, palë të ndryshme mundohen që të flasin se ka të 2 palë, ata që i mbrojnë edhe ata që flasin kanë pak kënaqësi tepër të madhe. Dua të them që kishte trafik tani që po vije drejt Tiranës? Shumë. Dhe sidomos gjatë të fundjavës, të shtunë dhe të diel, ka një problematik shumë të madhe. Është folur, të paktën nuk e dim sepse thash që nuk kemi parë projekt përfundimtar dhe nuk e dim si se do përfundoj që pjesa e rrugës që është bërë me 2 korsi do të mbyllet. Projektet përpara publikohen, bëhen dëgjesa publike, kanë proceduar në tyre, kështu që do njeh ti, do njeh unë, do njeh Kur dëgjesa e parë publike do njehemi të gjithë. Ka një rikualifikim i solli këtë dhe erdhi kjo. Ndërsa përsa i takon trafikut, ne po punojmë me 2-3 projekte njëkohësisht, sigurisht që do ketë trafik. Po punohet për Transballkaniken, po punohet për bypassin, po punohet për Lungomaren. Trafiku është krijuar sepse është shumë e ngushtë rruga. Në momentet që ne jemi duke folur, kemi shumë turistë, për shembull, që vinë me biçikleta, shumë të huaj, në masë. Dhe këta turistë në mënyrë mund të them që ekstreme nuk kanë ku kalojnë. Dikush po thoshte Samir që është ngushtuar rruga në këtë mënyrë se më njanohen aksidente. Po, ndërsa... Ja shënuar aksidente këtë ko? Do të shohim në fund zbatimin e projektit dhe do të shohim në fund fare se si do... Një aksident që ka pësuar, për shembull, më të roqi vëmendjen në rrjetet sociale, një, mund të them, edhe nënpunësi i Bashkisë në Vlorë, ai përdor motorin, shpesh herë. Bile mund t'ja përmend edhe emrin Armando Lagje quajnë, dhe në rrjetin e tij social ai ka publikuar që për gjatë këtyre viteve s'kam pasur asnjë lloj aksidenti. Tashmë kam rrezikuar 2 herë, 3 herë dhe një herë kishte pësuar para 3 ditësh. Që do thotë ajo rrugë ka nevojë të menjëhershme për një korsi emergjence, sepse u hodhën edhe foto pak ditë më parë të automjeteve që hipnin mbi një bordur që është planifikuar si kalim emergjence. Por që gjithsesi ka pak kënaqësi
Për sa i për përket pjesën kësaj. e rrugës ka pak kënaqësi për ngushtim, por doja të thoja që të paktën nga ajo që është folur, flitet që ajo rrugë do të bllokohet totalisht mbas 5 vjetësh, do të jetë një shëtitore, pasi pritet përfundimi, ndërtimi një bypassi brenda në qytet, do të bëjë të mundur anashkalimin e gjitha autometeve dhe do të jetë vetëm për qytetarë. Nuk e dijeni të këtij plani apo Preferoj të flasi për të tashmen sesa për të ardhmen. E ardhmja është e ardhmja, me metodo nuk mund të ecim përpara. Gjithsesi të paktën në fazën Të shkuarën e kemi shumë të mirë. Ndërsa ta përmbyll të pjesën në Bregdet ka dhe një problematik të madhe që ekziston prej vitesh. Nuk është as tani, po ka prej shumë vitesh. Që është? Ndërtimi dhe abuzimi i mureve apo i moleve abuziv që janë ndërtuar nga Vlora dhe deri në Orikum. Në mënyrë ekstreme, shumë janë bërë pronar, duke shpesher në raste, ka prej vitesh, nuk është se është vetëm tani kur është zonja, por ka prej 4-5 vjetësh dhe gjithmonë justifikimi ka qenë që nuk kemi mjete. Edhe 4 vite më parë, apo kemi shumë probleme të mbartura. Nuk është vetëm kjo, por janë edhe shumë probleme të tjera. Ajo ku ne jemi fokusuar, së pare. Në cilën pjesë që është mbartur si problem? Së pari. Ma falë për flasë. Jo, kam një pyetje, ku është mbartur molin në Vlorë? Se jam kurios. Molet e mbartura, ku janë në Vlorë? Me qëse është problemi mbartur? Ku është moli mbartur? Në Ksamil kemi disa... Unë jam aty se kam parë, se kanë qenë në protest me qytetarët të cilët po ju merret prona private nga Bashkia e Vlorës për të ndërtuar Vlorë për kryetarën e Këshillit të Qarkut dhe për Koço Kokdhimën. Mol të cilët qytetarët kanë dalë në protest bashkë me... Jo, nuk e ndroj as me atë as me Ramën, sepse ata e kanë bërë deri tani. Dhe po ju them që nuk e asë problem të mbrojt, asë problem të mbartur me molet. Ke një problem sot që po të ndërtojnë hotele dhe molet si paraprit për të ndërtuar hotelet dhe për të marrë pronat qytetarëve. Në Ksamil kemi disa mole të cilat janë identifikuar. Kur janë mbartur, kur janë ndërtuar? Se Ksamili në Riku është në Vlorë. Ksamili në të korespondent tjetër. Eriku është gjithë Bregdetin? Jo, është i Vlorës, sepse unë shkoj aty dhe një. Po, pra Eriku është i Vlorës sot. Nuk e një, Sarandën kanë korespondent tjetër. Kemi zonjë Shpresa Dini e cila po mi pra, se kemi dhatje korespondent. Aty është Shpresa dhe nuk e di... Kupa me kapak, kupa pa kapak. Sepse në Ksamil keni bërë një ndryrje tjetër. Që ta këthejmë pak serioze se jo, a mund të bërë një përgjigje, ju lutem. Kuj kemi i molet, po të them. Pra ndërhyni e molet, i këmë të ndërhyni në prishjen e tyre. Objektet pa leje. Sa të tillë keni të identifikuar? Po ka shumë të tillë ola të identifikuar, ashtu si që ka një numër pa fund ndërtimesh pa leje të identifikuara, të cilat nuk janë prishur. Ta mbyllim sot inspektoriatin, mbaruan ndërtimet pa leje? Kemi shumë ndërtime pa leje, të cilat... Shpresoj të mos bëhen pa leje. Në vim. Kjo është ajo që është sfida jonë, që të mos të shtohen ndërtimet pa leje. Po ndërtimet pa leje kemi edhe tani, edhe kemi shumë të cilët janë në planin e inspektoriatit. Qofshin mole, ndërtesa, apo struktura nga më të ndryshme. Deri më tani nuk kam informacion për këtë, kolegu Mehmeti mund të më ndihmoj. Ka ndërhyri KMT tek molet për prishjen e tyre apo jo? Jo. Do ndërhy, është pyetja se duhet shkojnë publicitet. Po sigurisht që do ndërhyjmë edhe për molet. Po ka një radhë pune, ka një plan pune, ka prioritete. Okej, sa po të kthehemi nga publiciteti, fjalën do ta ketë më njëherë zoti Saliani. Publicitet rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Rikthehemi sërish, pa unë burkoja jap me njërë fjalën zotit Saliani. Ka një problematik të madhe cilin më shkruajnë edhe tani qytetarë, qoftë në Lushnjë, në Çermë, cilin kanë ndryrë, apo në rreth rrodullimin, me qenë se Rafjala, në cilin janë prishur banesa ngjitur dhe përballë keni 2 pika karburanti apo keni një restorant i cili është 4 kate, kur të kaloni aty mund ta shikoni i cili është lënë pa prishur, për të thënë selektivitetin e ndërtimeve në çdo cep të territorit. Po ashtu duhet t'ju them që ka një problematik të madhe, sapo më shkruan një qytetar nga Progradeci, i cili thotë që ne nuk mund të gjejmë dot të drejtë dhe është plotësisht e vërtetë sepse e kam konstatuar në çdo rast që vjen nga qytetarë të cilët kanë këtë lloj problemi, që nuk ju lihet asnjë shkresë nga ana e inspektoratit apo nga ana e drejtuesve vendor apo nga ana e inspektoratit kombëtar për që t'ju lërë mundësinë qytetarëve që t'i drejtohen me shkresë gjykatës për t'ju drejtuar dhe për të kërkuar të drejtën e tyre në institucionet të cilat i ka parashikuar ligji për t'i marrë.
Po 5 ditë që nuk mjafton, thoni. Po ashtu, jo, nuk kemi vetëm të 5 ditë, jemi brenda 30 ditë, jam duke thënë jo, as kjo, 30 ditë që ka afat. Jo, po ju them për diçka tjetër. Inspektoriati i ndërtimit ka detyrimin që t'i çojë një këtë që tha Po pra edhe zonja Bici sqaroi, njoftohet ka 5 ditë kohë. Jo, nuk ka qenë kështu. Nuk është kështu. 5 ditë pra. Shumica e ndërtimeve. Denonco raste. Në atë listën e gjatë që ke për të sjellur në inspektoriat, përfshi dhe këto. Ja po ta them, Azem Braha, jo nuk është ajo. Sipas ligjit, pas njoftimit. Mund ta shpjegoj që ta kuptoni? Po ju thoja, po. Këtë njoftim që e ka bërë te që pretendohet që është bërë në Vlorë, që ti marrim të gjitha me radhë, se ti flet shumë dhe harron edhe rastet, edhe i flet dhe i shpjegon vetë. Në Lushje ne kemi qenë ka qenë një tjetër projekt. Rikualifikimi i rrugëve. Po, dhe u devijua dhe aty projekti në Rogozhin për të dy karburante që janë të klientit tuaj të financuesit të Partisë Socialiste për fushatën e Kavajës, dhe hajdeni nesër zoj, po të doni dhe shkojmë, keni 2 karburantet aty dhe devijimin e rrethrodullimit 100 metra në poshtë vetëm për këtë arsye. Po të doni, hajde shkojmë nesër, ja u tregoj para publikut bashkë me kamera. Territori i Republikës Shqipërisë e njoh më mirë se sa ju. Më thot zotëria nga Progradeci, Azem Brahaj, Hamdi Kaziun që pas që kishit si rast që është katruar banesa te rruga Elbasanit. Nuk i keni dhenë asë shkres për të bërë Hamdi Kaziu ka vendim prishe. Hamdi Kaziu do ta dërgojnë nesër te Zotit Kaziu, me që po përmendet, regjia ju lutem. Zonë Bici ta ndjekim edhe pastaj jepni përgjigje për rastin konkret. Për zotin Kaziu. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit më shkatroi banesën e ndërtuar në truallin e trashëguar Brez pas Brezi, e për të cilën disponoi aleje ndërtimi që prej vitit 1996. Ky është shqetësimi ngritur nga Hamdi Kaziu, një 76 vjeçar nga Tirana, i cili denoncon ngjarjen e ndodhur në vitin 2014 e që deri më sot nuk ka marrë asnjë zgjidhje. Shtëpia im është shembur o me lejë ndërtimi, siç e shihni ju këtu, është pa lajmërim. Një shtëpi që o me lejë ndërtimi dhe në tokën e vetë, shembet vetëm me vendim gjyqi. Pra, kanë ardhur këtu në orën 9:30, një grup njerëzish, policia, mbështetëse, do të shembim shtëpinë. Kam treguar dokument, kanë kërkuar dokumentet, nuk i morim parasysh, kemi urdhër për ta shem. Po trualli ku ishte ngritur banesa, ishte juaj? Po, jemi. Po. Keni dokumentacion për të? Dorëzu dokument kret, i ka prokuria, i ka gjitha dokumentet, i ka bashkia, jo kemi bashki. Kur ka ndodhur kjo ngjarje? Ka ndodhur në 2014, tetor. Përse mendoni se juve ju është bërë një prishje selektive e banesës? Unë mendoj sepse që të prishit një shtëpi e ligjshme, duhet të lajmërohet njeriu që është për nevoja shtetërore. Kjo bëhet dëmshpërblimi, bëhen të gjitha veprimet, edhe që nëse ka shteti nevojë. Kurse kështu kjo është selektive dhe kjo është kot, prishje në mënyrë kriminale. A keni marrë ju dëmshpërblim për prishjen e banesës? Jo fare, as përgjigje nga i nuku. Edhe nga veprime që ka bërë prokuria, thot nuk gjetëm asnjë dokument që duhet të prishte shtëpia e Hamdi Kaziut. Sepse më përpara, nëse është pa leje, lajmërohet 15 përpara. Nëse me leje ndërtimi dhe me projekt dhe në tokën e vet nuk ka asnjë arsye që të shembet shtëpia. Çdo gjë bëhet me dokumenta. Kjo është se unë kam qenë burg politik, i dënuar me 7 vjet burg, edhe rrethana politike këto janë që kjo është bërë politikisht. Çështja ka shkuar në gjyq. Cila është kërkesa juaj në këtë moment, duke qenë se është duke u bërë një hetim për këtë? Është kërkesa ime është kjo, se unë kam 20 muaj pa fituar një lek me këtë shtëpi. Unë duhet punojshe këtu. Katin e para kisha të mbaruar, do punojshe. Tani me çfarë do jetoj unë? Pse të pres gjyqet unë dhe pse të bëj gjyqje? Gjyq unë bëj për një problem që duhet bë, jo gjyq kot. Keni një pyetje për zonjën Dallëndyshe Bici që është drejtuese e IKMT-s? Po, Dallëndyshe Bici duhet të më jepte përgjigje më një herë, se i kam dorëzuar 2 herë dokumentat atje. Përse? As ka pranuar të më presi.
Ky ishte rasti zotit Kaziu, që siç ju thash ka trokitur në dyert e institucionit ton. Kolegja gazetarja e emisionit Njerëz në Fokus e ka takuar atë dhe e ka intervistuar pikërisht në rënoja, siç thot ai, të banesës së tij. Tani zonja Bici, pse nuk keni planuar të takoni asnjëherë zotin Kaziu dhe pse nuk i ktheni një përgjigje zotris? Përgjigjen përveç se kam kthyer në zyrë dhe kam pritur disa herë, zotit Kaziu është e treta herë që ja kthej në emisionet televizive në mënyrë të drejtë për drejtë. Përderisa kemi ngelur në këtë rast, mbas 2 vjetësh që unë po drejtoj këtë inspektoriat, bie që jemi shumë mirë në punën tonë. Zoti Kaziu është prishur me vendim prishje, të cilët zotit të përfaqësuesit të Partisë Demokratike do t'ja bëjmë dije nesër në orën 8 pranë zyrave të Partisë Demokratike. Ne ka marrë përgjigjen administrative, mbas përgjigjes administrative sigurisht që ka bërë dhe një kallëzim në prokurori. Prokuroria e shkallës së parë e ka vlerësuar si të padrejtë pretendimin e subjektit të zotit Kaziu, ku inspektorët e IKMT-s dhe unë kemi dalë të pafajshëm përsa i takon këtij denoncimi që është bërë pranë prokurorisë së Rrethit Tiranë. Okej, ndërkohë kam një qytetar që na shkruan në emisionin Njerëz në Fokus. Thot, jam një banor i Transballkanikës dhe jam me VKM për prishjen e objektit. Nuk është prishur objekti është jashtë kushteve teknike dhe nuk mund të jetohet aty. Unë mund t'ju vi t'ju tregoj edhe letrat, thot. Përse nuk prishet objekti im? Lutem, mund të më thuash emrin e personit që... Nuk e kam emrin. Atër zotris që më ka dërguar këtë mesazh, lutem më jepni dërgoni një tjetër mesazh me identitetin. Me shumë siguri është një ndër ankuesit i cili ka ardhur dhe është përcjellë edhe tek inspektoriati, është vlerësuar nga ekspert të Bashkisë së Vlorës që vetëm 17 metra e kësaj ndërtese prishte prekte projekte dhe është prishur vetëm 17 metra. Pjesa tjetër është vlerësuar nga ekspertët e fushës, kemi edhe aktin e ekspertimit që unë në qoftë se është rasti në fjalë. Ju e njihni këtë rast. Ju lutem sa më shpejt emrin. Unë njoh të gjitha rastet dhe jo vetëm të rast që është shumë i freskët. Po besoni që është ky rasti? Si e ka emrin? Duhet të rënoj në celular. Është rast i cili është vlerësuar nga ekspertët që objekti qëndron shumë mirë në këmbë. Okej, një tjetër qytetar më shkruan. Në pronën time është bërë një ndërtim pa leje, që në vitin 1997 në kërkuan pronësin nuk e fituan. Si do të bëhet për këtë ndërtim pa leje që as nuk banon njeri, po edhe si kur të banoj është në pronën time dhe unë dua lirimin e pronës. Ndërtimi është në Pogradec, në lagje numër 1 përballë 1 majt. Është zotria që shkruan në faqen e emisionit Njerëz në Fokus. Po. Për të sqaruar për rastin më përpara, besoj që bëhet fjalë për zotin Agron Beqaraj. Atëherë, ja, sapo ka ardhur edhe mesazhi. Jo, nuk është i këtij zotrie. Okej. Sa po ta kem, zonja Bici, do t'ju a konfirmoj. Nëse e njihni dhe ju... Më duket se ai rast është... Ai rast është dhe ka patur kontestime pse nuk u prish gjithë shtëpia, prekishe vetëm 17 metra nga projekti Transballkanikës dhe pjesa tjetër e ndërtesës shndron në këmbë mbasi është vlerësuar nga ekspert të licencuar si të bashkisë dhe ekspert privat. Ndërsa rasti i Pogradecit, po. Pra, doni t'ju a lexoj edhe një herë. Atëherë thotë që në pronën time është bërë një ndërtim pa leje në vitin 1997. Në kërkuan pronësinë nuk e fituan. Si do të bëhet për këtë ndërtim pa leje? As nuk banon njeri. Po edhe sikur të banoj, thotë, është në pronën time dhe kështu që unë dua lirimin e pronës. Ndërtimi është në Pogradec, në lagjen 1 përballë 1 majt. Do ta mbaj shënim, do ta verifikojmë. Okej, do ja dërgoj edhe unë me mesazh që ta keni më kollaj. Ju kishit një tjetër rast që doni ta bëni publik nga Berati se ju ndërpreva pak më parë. Me qenë se tha që keni mbetur të zotria. Zotria ka ardhur këtu dhe po bën ankesë për pronën e vet. Nuk besoj se ka në një Zoti Kaziu, e ka fjalën për zotin Kaziu? Po, për zotin Kaziu edhe në rast sepse edhe në rast se prokuroria nuk e gjetur shkelje nga ana e inspektoriatit. Zotris i është prishur një banesë sipas ti pretendon që nuk i keni dhënë asgjë shkres apo njoftim paraprak. Po që se keni, po e pres nesër, që të sqaroj edhe zotrin i cili ka ardhur aty. Ajo asnjëherë nuk ka qenë banes. Ai zotria thotë që është banes. Pavarësisht është prishur, pavarësisht është prishur në 2 shtylla betoni. Nëse doni mund t'ju jap tani sepse pavarësisht është prishur në 2014 dhe jemi në 2016, unë e mbaj më shumë mirë rastin. Po që se prishur në 2014, në gjithë jetën e mban mend atij që i ke shkatruar pronën. Sepse e ka investimin në jetës.
Jo në 2014, po dhe në 2114, po djetoja do të mbaj mend që keni shkuar dhe i keni prishur pronën. Ku është hapësira publike mbrapa shkollës baletit, diku ka qenë ajo, se kam shkuar edhe në këtë rast. Ku është hapësira publike aty? Në pronë dhe vetë. Po tani të japë si të shikone. Jo, më jepni certifikatën e pronësisë të zotërisë e cila është pronë private. Atëherë, aty që është liruar, hapësira publike është liruar, zoti Saliani. Është pronë private, nuk është punë hapësirë publike. Dakor, pastaj mund flasim për çështje shpronësire, unë gjeja u them me siguri që zotëria ka pasur ndërtim, pra këtë po them. Kaotike, unë nuk e di nëse ka pasur një ndërtim. Hamdi Gaziu ka certifikat pronësie për rastin. Ka që më duhet thënë. Hamdi Gaziu vendimin Hamdi Gaziu që pretendon që nuk ka marrë asë ka vendimin e prishjes të datë numër 18, datë 20/10/2014. 2014. I çfarë data? Të kesh të gjitha nesër në orën 8 në qëse jeni në punë. Dhe për të 8.000 rastat, do ju bëj një shkresë. Do dalësh në një konferencë për shtysh nesër. Jo, do dalë për ditë, po për 8.000 rastat, sa herë që ju të bëni shkelje, do dalë për ditë. Dhe madje kallëzim në prokurori pas çdo rasti. Fakti që më monitoroni më bën që të jem shumë e kujdesshme në punën time. Monitoroj ty, monitoroj institucionin. Ju nuk e, po që se nuk e dini ju paguani nga taksat e qytetarëve, jo për shkatruar, po për të mbrojtur territorin. Nuk të thash mua. Njoftimi është bërë me datë 3. Pa njoftim për aprak dhe për të prishur pronat e tyre. Nuk është ky qëllimi. Është bërë me datë 3 i vjetit, as për të krijuar probleme sociale, dhe as për të thënë këtu që kemi prishur gjysmën e shtëpisë. Zoti Gaziu është një amulli. Zoti Gaziu nuk ka asnjë lloj shtëpisë dhe i thua jeton në gjysmën tjetër, dil direkt në rrugë, se kjo është skandal tjetër i përmasave të mëdha. Dhe që pranoni është akoma mbrëm. Ku ka ekspert që të thotë që ti ke shkatruar gjysmën e pronës dhe pronën tjetër, po çfarë ke shkatruar kur nuk ka pronë? Kur Zoti Gaziu nuk ka pronë, çfarë ke shkatruar zonjë? Çfarë ke shkatruar kur nuk ka pronë? Një ndërtim të paligjshëm, një ndërtim të paligjshëm. Dhe bashkë në zonjën e vetë, dy pleqë nga 65 vjeç. Ndërkohë që gjithë zonët aty zonjë e keme ndërtime të palishme dhe me ndërtime me lejtë të lena nga Edi Rama si kryetar bashkie. Shko prishe do, mos i shko këti që me zimban familjen dhe qetojnë dy burra i ngruaj moshuar aty, dy të moshuar. Shko të ata tjerët që janë të fort dhe që bëjnë biznes dhe bëjnë para në kurist të këtyra. Nuk i kemi ndarë në të fort dhe në të dobët, në të majtë dhe në të djathtë, në të bardhë dhe në të zi. Doni ti vazhdojmë me ristet, jo, të bardhë dhe zi nuk e di a i ndani, po di që në të majtë dhe në të djathtë i keni ndarë dhe me para apo të varfër i keni ndarë. Dhe keni shkuar, keni goditur në mënyrë selektive. Nuk e di se kemi bërë gjithë të vlerësim, flisni gjithmonë për zonën tek shkolla e baletit. Jo, nuk po flas, mund t'ju them që aty janë rrafshuar të gjitha ndërtimet që kishin zënë hapësirën publike. Po, në çfarë viti është shkatruar kjo? Tani pra, aktualisht po them. Tani pra, është bërë para 2 vitesh. 2014. Në 2014. Atëherë unë di që se jam banora e lagje dhe po them ato që kam parë. Po, ju keni parë një zërim të gjitha ndërtimet. Nuk di t'ju them nëse kanë qenë me leje pa leje, nëse atë e ka thënë inspektorati, e kanë thënë organet e di që aty janë rrafshuar gjitha banesat. Aty është bërë një rikualifikim. Po ja u them unë me qenë. Zona ka marrë frymë. Se nuk e dini po ja u them. Aty është bërë një rikualifikim urban me një projekt të kryetarit bashkisë Lulzim Basha, apo ja. Dhe kjo hapja e rrugës që ju flisni, është projekt i kryetarit bashkisë Lulzim Basha. Nuk është hapur rruga, është liruar trotuari. Është liruar trotuari, është truar rruga, është vendosur ndriçimi dhe ka ardhur po shtruar nga shkolla e baletit. Ne jetojmë këtu, apo ja. Nga fillimi i rrugës, ku ka qenë tregu elektrik, gjithë rruga është liruar me një projekt dhe rikualifikim urban të kryetarit bashkisë Lulzim Basha. Jemi duke folur për një rast konkret për këtë. Hamdi Gaziu, i cili i shkatruar pas gjë, ka bërë shumë punë. Personi nga Flora e ka emrin Virion Beqaraj. Po është Virion Beqaraj, Agron Beqaraj, i bjetë të brenda të njëjtës strukturë. Flasim e pak për Lorë. Vetëm një sekondë, Enrik, sa po të përcjell edhe një tjetër shqetësim. Në lagjen Lef Sallata në Vlorë, në vitin 2014, u bën prishje për të bërë një rrugë kryesisht shtesa pallatesh, por sot dhe kësaj dite në këtë rrugë ka dhe objekte të paprishura. A janë bërë këtu prishje selektive? Shumë mirë që u prishën ndërtimet, po mos janë ca të babës e ca të nënës dhe rruga s'ka filluar akoma. Mos e ka shkuar mesazhin zotëre përballë, po më vjen mua. Ja, unë mund t'ju tregoj. Ato objekte të cilët më vjen shumë keq. Ato objekte të cilët nuk janë prishur gjatë aksionit të 2014-s që Enriku besoj që e ka ndjekur, kanë qenë të gjitha objektet që kanë patur një lloj titulli pronësie. Ka nga ato objekte që për mua bëjnë çudinë më të madhe që janë
kanë marrë një lloj titulli pronësie, por tashmë nuk kemi se çfarë të bëjmë, i bie që të diskriminojmë qytetarit. Pjesa tjetër, të gjithë janë prishur për asnjë lloj selektiviteti. Shiko se zonja bën edhe batuta mos i ka shkruar zotëria përballë. Zotëria përballë po të thot me emër, me mbiemër dhe unë nuk jam nga ata që të partisë tuaj që të çon, po do ta sjell nesër. Unë nuk jam nga ata, ja po do të them. Do të them rastin, do të them tjetër, ja po të them tani. Ke prishur pronë sepse sa 1300 ankesa. Dhe ky është lajmi që na përsëri zoti Saliani në nisjet e emisionit. Mund të tregoj edhe tani. Ke prishur pronë në Berat të vitit 1937 zonjë. Pasi dokument thot. Të familjes Darda. Pasi dokument. Familja Darda. Është me vendim prishe nga bashkia, është me vendim prishe asi dokument. Sa po ma thot, dhe fjalla jote, përbar fjallës ati, ndërkohë që ke shkatruar gjysmën e qytetarëve, pasi dokument, unë nuk mund të besoj. O zotri, edhe këtë do ta kish nesër. Falemderit. Edhe këtë do ta kish nesër. Unë pres nesër. Po të më lësh unë e sharoj. Është marrë vendimi nga imëtoja e bashkisë të Beratit. Që ke shkatruar, a ke njoftim për plak apo jo? Po t'ja them pyetje, se nuk është puna rast pas rasti. Po, vazhdoj. Po. Familja Darda që është prishur një kiosk që është prishur në Berat, buz urës në qytetin historik të Beratit, vendimi i prishjes është marrë nga imëtoja e bashkisë të Beratit. Unë kam qenë vetëm në mbështetje. Po, tani. Zotëria më thotë që nuk ka asnjë vendim nga bashkia dhe zonja nuk më ka dhënë asnjë vendim. Tani ju si drejtuese inspektoratit i keni dhënë vendim, po jo se po thotë ka. Unë nuk drejtoj dhe inspektoratet vendore. Zonja Bici thotë kështu, qytetarja thotë kështu, tani u mbasin kohë për të bërë një verifikim. Jo, zonja po thotë që nuk kanë vendim. Ka vendim. Por e ka vendimin bashkia e Beratit, po thotë. Imëtoja ka përcjellur në inspektorat dhe mbi bazën e vendimit të imëtojës. Zonja po thotë unë nuk kam vendim. Dhe ja ku është rasti tipik. Po thotë që ka bashkia e Beratit. Unë në bazë të vendimit që kanë nxjerrë bashkia e Beratit, jo, absolutisht jo. Në bazë të vendimit që kanë nxjerrë bashkia e Beratit, unë kam shkuar dhe kam prishur. Po, për lyerje pa leje. Urdhra? Për lyerje pa leje ka vendimin, se ma solli dhe vendimin ta tregoj tani. Si për lyerje pa leje? Ja ta tregoj vendimin e bashkisë Beratit, që ka bërë i kërkon ndryrje policisë bashkiake dhe ju për lyerje dhe për Okej, se nuk kemi shumë pas ka qenë në dy kontravajtje të ndryshme. Është sigurt që objekti i cili është prishur ka një vendim. Ka një tjetër pyetje. Mirëmbrëma thot. Pyetjeni pak zonjën Bici, pse në rrugën Hyrse në qytetin e Lushnjës, më falni, nga kthesa e Plukut e drejt qendrës, ca ndërtesa janë prishur dhe disa jo. Kemi të bëjmë me ndërtimet e mirëfjellta pa leje, apo kemi të bëjmë me një projekt shpronësimi? Në qoftë se kemi të bëjmë me ndërtimet pa leje, ne në qytetin e Lushnjës kemi hyrë vetëm brenda në qytet. Nëse kemi të bëjmë me një VKM shpronësimi për një projekt me interes publik, kemi prishur ato objekte të cilat kanë qenë bashkangjitur VKM-s. Okej, Enrik. Atëre, doja të rikthesh edhe njerë, duke që jemi edhe në fund. Përsa i përket shëmbjes ndërtimeve, në pjesën e Lungomares ka pasur ndryshimet e projekteve, jo vetëm aty, por edhe në çdo lloj ndryshim projekti mund të lindin edhe konflikte. Për shembull, në rastin e Lungomares, lokali San Tropez u shit përpara se të shëmbej. Kur ishte faza e projektit të parë, u bë një shitje dhe më pas mbasi u ble nga një person. Dihej që do prishej dhe u shit? Jo, në fazën e parë nuk dihej që do prishej, qoftë San Tropez, qoftë Ishvefa, me sa mbajmë në to objekte. Dhe pasi është marrë ky njoftim dhe pasi ka dalë projekti dytë i shitjes, ai tashmë ky person e kishte blerë, më duket një shumë diku te 500.000 euro, mos gaboj pjesën e tij, gjysmë për gjysmë, 50%. Dhe tashmë mbas shëmbjes, këto palë janë në konflikt. Sepse si do të bëhet, se si do bëhet zgjidhja e kësaj çështje, prandaj pak a shumë. Pse u prish San Tropez, zonja Bici? San Tropez ka qenë një ndër objektet që është pjesë e VKM-s së shpronësimit për zbatimin e projektit të rikualifikimit të Lungomares. Përsa i takon vlerës së shpronësimit, qytetari ka të drejtën e tij të plotë dhe të ligjshme që të drejtohet gjykatës brenda afatit të përcaktuar në ligj për të kundërshtuar vlerën, masën e shpronësimit. Por çdo lloj të shikoheshin pak më shumë edhe Enrik dhe diçka tjetër. Domethënë, ai vlerësim që është bërë dhe që ka dalë në atë lloj vlere për atë lloj subjekti, San Tropea në rastin konkret, është bërë mbi bazën e dokumentacionit që kanë çuar palët. Nuk bëhen vlerësimet a forfet. Nuk vijnë as nga qielli dhe as
nga jashtë nga përtejtetit. Ndoshta duhet jenë pak më të kujdesshme për vetë faktin që lindin këto blerje, shitje. Qeveria ka përcaktuar mirë hartën e vlerës së pronës, është një hartë vlerë që del çdo vit, del mbi bazën e indeksit, mbi bazën e vlerës së tregut, mbi bazën e transaksioneve, të gjitha këto çojnë në përcaktimin e masës së dëmshpërblimit që do marrë qytetari në qoftë se është pjesë e këtij projekti. Okej, dhe për sa i përket masën e dëmshpërblimit ka të drejtën e tij të plotë që ta atakojnë në gjykatë. Dhe për sa i përket banesave që preken qytetar, doja të paktën është edhe në një farë mënyrë një lloj kërkese, pasi kemi parë shumë qytetar të cilët ato qerat në shumë raste, siç u thash edhe pak në fillim, nuk kanë hyrë në funksion nga ana institucioneve përkatëse, sepse shumë banesa kanë pasur dhe kanë qenë banesa të mirëfillta, investime të mirëfillta, dhe mbasi janë shëmbur, shumë familjar kanë ngelur në mes të rrugës edhe duke mos përfituar asgjë, as qeran. Dhe ju a them pas emisionit dhe me emra konkret. Në qoftë se nuk e kanë përfituar qerani, bie që ka qenë artific dhe problem i subjektit. Nuk besoj domethënë se qeveria i ndan një me qera dhe tjetrin pa qera. Ajo që del është një vendim i plot që i përfshin të gjithë ata që nuk kanë një status pronësie për të lehtësuar problemet sociale. Nuk them për të zgjidhur, për të lehtësuar problemet sociale dhe shkon aty ku është trajtimi tyre me qera. Si t'ja bëjmë, ka disa njerëz që na shkruajnë dhe na thonë, si t'ja bëjmë ne të tjerët që s'kemi as internet dhe s'lexojmë dot as njoftimet në fletoren zyrtare? Nuk është e vetme mënyrë e njoftimit të qytetarëve, fletoria zyrtare, gazeta e qeverisë apo gazeta lokale. Ato njoftohen shumë mirë nga subjekti i cili do të përfitojë projektin, në rastin konkret bashkia që mund të jetë Vlorës e Imarës, dhe nga inspektorët e inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit me njoftim me shkrim duke i lënë afatin për prishjen e tyre vullnetare. Okej, ka një tjetër pyetje, thotë, përshëndetje, quhem Dritan Sako dhe jam një nga trashëgimtarët e fisit të Sakove në Gjirokastër. Njëra nga pronat e këtij fisi ndodhet pranë turizmit të qytetit të Gjirokastrës, vend në të cilin ka rënë plani për të zgjeruar rrugën dhe pa njoftuar asnjë nga pronarët shtëpinë e kanë shëmbur, gurët i kanë vjedhur dhe nga bashkia nuk ka asnjë përgjigje apo sqarim për vlerësim për pronën. Ju lutem, lexojeni ankesën tonë me respekt dhe faleminderit. Presim një përgjigje. Kjo është një përgjigje që nuk duhet ta vlerësojmë, ta shohim. Unë nuk besoj të jetë prishur nga inspektoriati, nuk e di kush ka qenë, mbase ka qenë inspektoriati vendor, ka patur një vendim të bashkisë, nuk e di unë se çfarë mund të jetë. Kështu që rastet për këtë ne nuk kam asnjë lloj informacioni. Këto janë raste që edhe mbasi emisionit do t'i marrë shënim që t'i trajtojmë. Do t'ju kaloj unë të gjitha, zonja Biciton. Ka qenë një rast në Vlorë që është vërtet që është për të ardhur keq në një farë mënyre, ku ishin disa banesa, në fakt ishin proces legalizimi, dhe u folë që do të kishte një ndërtim, një pallat, e kam trajtuar dhe para disa kohësh. Në fakt aty u bë një objekt karburanti, i cili edhe sot e kësaj dite, lagjen 10 Korriku, ka ngelur i shkret, dhe disa familje, 4 familje, janë shëmbur nga ana e IKMT-s, para se të ishit ju në këtë post, dhe sot, në qoftë se mbani mend, ka qenë ai zotëria që tentoi që të vedigjej në katin e disajt e një pallati në zonën e lagjes 10 Korriku. Edhe sot, e kësaj dite, ata nuk kanë marrë asnjë lloj përgjigje dhe kanë një pikpyetje shumë të madhe se si është bërë kjo shëmbje, pasi kanë kallëzuar dhe vijon një proces i gjatë kundër atyre pronarëve që kanë dalë në atë zonë. Si funksionon në rastet ku qytetarët kërkojnë përgjigje ndaj institucionit tuaj ku pritet që të ketë shëmbje ose marrin shëmbje? Çfarë hapash duhet të ndjekin? Pra, dikush ka banesën dhe institucioni juaj bën shëmbjen. Ku duhet të ankohet? Para ka, në qoftë se janë ndërtimet e mirëfillta pa leje, ka afatin nga proces verbal i konstatimit deri në daljen e vendimit të prishjes. Është një afat brenda të cilit, në qoftë se ka ndonjë dokumentacion që pengon në mënyrë ligjore prishjen e ndërtimit, ai ka afatin që ta depozitojë mbas inspektoriatit. Në qoftë se quan të padrejt vendimin e prishjes, se nuk mund të themi që të gjitha vendimet tona qytetarët do t'i marrin si të mirëqëna dhe t'i quajnë si të drejta, ankon si administrativisht pranë institucionit, ashtu dhe pastaj edhe në rrugë gjyqësore.
E qartë. Kam një pyetje se po flasim vetëm për Bregdetin, e di që vëmendja më e madhe aty është përqendruar, po do doja pak informacion në këto minutat fundit që kemi edhe për Tiranën. Çfarë do të ndodh me kryeqytetin, çfarë do të ndodh me Unazën e madhe? Unaza e madhe, një projekt shumë i madh i cili kemi punuar me ritme shumë të mira, me qëllim që të lirohesh sheshi i ndërtimit dhe kjo vepër e madhe të përfundojmë në fund, e nisur prej shumë vitesh. Ka ngelur 2-3 objekte dhe këto për shkak se nuk e kanë marrë akoma zgjidhjen ligjore. Në momentin që do marrin zgjidhjen ligjore, sigurisht që edhe këto do të prishen nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Me këtë Unaz do marrë frym jo vetëm Tirana, por gjithë Shqipëria për të liruar trafikun. Ndërkohë parashikohen prishje të tjera në kryeqytet, në zona periferike të saj? Përveç projekteve që ne kemi dhe kemi bërë në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Inspektoriatin Vendor. Tashmë nuk kemi ne edhe Inspektoriat Vendor dhe Inspektoriat Kombëtar në Tiranë, siç ishte më përpara ku nuk ekzistonte fare Inspektoriati Vendor. Do jemi edhe në mbrojtje të territorit, do jemi edhe për të prishur aty ku do ketë të projekte të Bashkisë së Tiranës. E qartë, diçka të fundit Enriku dhe pastaj pjesa e fundit për të bërë mbylljen e emisionit do të jetë për zotin Saljani, i cili me siguri do të na japë edhe një sugjerim ose hapat që do të ndërmarrë më tej Partia Demokratike në këtë fushë. Po një sekondë, lutem. Diçka të fundit Enrik? Po, për sa i përket edhe për qytetin, po edhe jashtë qytetit të Vlorës, ka pasur edhe disa shëmbje në dërmi, në zonën e dërmiut dhe në pjesën e Bregdetit. Ju thatë që gjithmonë keni meni kontakte me drejtuesit e bashkive përkatëse. Këta drejtues, qoftë Bashkia e Himarës, Bashkia e Vlorës, ju kanë bërë kërkesë, priten shëmbje të tjera dhe në zonën e Himarës apo në zonën e Dërmiut, dhe një pyetje konkrete. Nëse mbani mend, në Vlorë, në zonën e njohur si Shpella, ka pasur një shëmbje të një objekti aty. Dhe këta zotërinjt që më kanë nisur mesazh më thonë që nuk kanë pasur një vendim për prishjen e objektit. Nëse mbani mend, ka pasur apo jo një vendim? Ka pasur një vendim për prishjen e objektit të Shpellës. Po. Ndërsa përsa i takon Bashkisë së Himarës për prishjet, në qoftë se ato do ta vlerësojnë dhe do bëjnë një azhurnim të ndërtimeve pa leje, sigurisht që ne do t'i mbështesim. Për momentin nuk është se kemi një kërkesë nga Bashkia e Himarës, Sarandës apo Vlorës për të prishur objekte të cilët janë jashtë projekteve publike. Në momentin që flasim, ka brenda projekte publike pasi tema e pronave dhe shëmbjeve, gjëra të tilla ka pasur dhe një përplasje tepër të madhe para 2 javësh në Himarë, shkoi në një përplasje fizike në Këshillin Bashkiak. Pra, të paktën edhe për sqaruar edhe qytetarët e Himarës apo dhe Dërmiut, në moment që po flasim dhe pas sezonit turistik, pritet të ketë shëmbje, keni marrë kërkesa nga ana e këtyre institucione për shëmbje në kuadër të projekteve? Ashtu siç e thash më lart, nuk kam asnjë kërkesë nga përfaqësuesit vendor, të cilët ju lart përmendët, për të prishur objektet pa leje buzë. Ne kemi ndërhyrë në Vono dhe në Dërmi për t'i paraprirë një projekti. Po në vende të tjera do ndërhyni, si për shembull Livadh, Jal? Po flasim për të ardhmen. Po, për të ardhmen. E keni në projekt? Projektet, sigurisht që kemi në projekt, jo vetëm për këto, jo vetëm për Bregdetin e Jugut, ne parashikojmë edhe ndërhyrje të tjera në pjesë të tjera të territorit të Republikës së Shqipërisë, nuk do fokusohemi vetëm në det, kemi plazh edhe në Liçene, kemi plazh edhe në Lumej, po sigurisht që këto do janë në të ardhmen dhe media do jetë e para që do marrin lajme. Nuk doni të bëni publike tani? Jo tani, nuk është ky momenti, në një fazë tjetër ndoshta, ndërhyrjet e radhës. Do përfundojmë projektet publike, ato të cilat janë për interes mbarkombëtar, pastaj do kalojmë në projektet e inspektoriatit. Po, zoti Saljani. Nëse po flasim, kemi pafund ankesa dhe mesazhe nga qytetarët dhe ndryshëm të cilët nuk kemi mundësi, nuk kemi mundësi që t'ju përgjigjemi të gjithë, po me ç'duket të gjithë përmbledhen në një pikë që ju është prishur ndërtimi pa shkresë, pa lajmërim dhe në mënyrë brutale nga ana e inspektoriatit. E mbani mend fare mirë se si kryeministri Rama në zgjedhjet e 2013-s ju premtoi qytetarëve shqiptar atëherë si kryetar opozite që do t'ju çonte tapit deri në shtëpi apo jo. Dhe do i legalizonte falas.
për qytetar shqiptar. Sot jo vetëm që nuk e ka mbajtur premtimin, po e ka ngritur nivelin e pasigurisë, se ne po flasim këtu, sikur po flasim për kungulleshka. Janë prona të ngritura me djers, me gjak, me mundje qytetarë shqiptar, të cilët duhen trajtuar po në këtë mënyrë. Nuk duhet përplasen me murin e brutalitetit dhe arrogancës të Edi Ramës, Sajmir Tahirit apo të inspektorëve të Nukut që shkojnë aty cep. Ja po ja u them unë. Pjesa më ja po ja u them. Pse u lejuan është një problem i cili është ngritur nga Partia Demokratike dhe po e them përsëri, është lejuar nga administrata e Bashkisë Vlorë atje, Bashkisë Durrës apo kudo nga çdo administrat në përbashkit e qeverisura nga dyja palët në fakt, sepse qytetarë shqiptar kanë ardhur dhe kanë ndërtuar në përvende për një jetesë më të mirë në vende të ndryshme. Për shkak kësaj problematike ka pasur një ligj për legalizimin që i legalizon këto banesa dhe për shkak të kësaj problematike të madhe kemi arritur edhe në këtë premtim të kryeministrit sotëm, i cili u tha, do t'ja u legalizoj falas premtim që Partia Demokratike nuk e bërë, apo jo. Ja u legalizoj shtëpit, bëri një ligj për t'ja u mbrojtur pronat të qytetarëve shqiptar dhe në rastet kur do ndryj. Të gjithë to që po legalizon janë ndërtime pa leje. Është absurd, domethënë dha leje për ndërtime pa leje. Po që se ka dhënë leje, nuk mund të ndërtim pa leje, sepse është ndërtime leje. Tani unë nuk mund të merrem me frazën. Kemi një situatë tjetër ku ju zonjë edhe sot ngrini nivelin e pasigurisë qytetarëve shqiptar, të mira bizneseve, të mira familjeve, të cilat përbëjnë shumicën besoj në këtë vend ku ne jetojmë. Po i orientojmë qytetarët që të ndërtojnë në bazë të rregullave dhe ligjeve, që investimet e tyre të jenë të sigurta. Dhe të paguajnë haracin për ju, për Dy Soxhën e kryeministrisë, për Edi Ramën apo për Sajmir Tahirin. Dhe ja u kemi nxjerrë me prova se si shkon drejtori antikorrupsionit kryeministri para jush për të marrë parat e bizneset për t'i kërcënuar. Kjo gjuhë që ju përdorni para qytetarëve dhe sot, që ne do prishim ndërtime të tjera të palishme, të cilat ligji i mbron, ligji legalizimit, pa projekt, vetëm me projekt imagjinar, si që është Lungomarrja e Vlorës, e cila edhe sot nuk ka projekt të përfunduar nga ana e institucioneve, e cila ka nisur me 4 korsi dhe sot është 2, apo si që bën pazare, nga miku i kryeministrit, po flasi për fajsusi qytetarëve të cilve ju dhem prona e cila e ka ndërtuar me gjatë zonjë. Nuk besoj se qytetarët të duan ty për përfajsues. Nuk besoj se të duan ty për ndërmerrni më tej zoti Saliani. Në raport me këtë situatë janë këto. Do të listojmë të gjitha ankesat e qytetarëve të cilët kanë për Inukun. Po ankesa për prishin e banesës nuk është banese. Ka ndryshuar ligji, ka 2 vjet. Ja po ta them. Për Inukun ta përfundoj. Për Inukun, për Inukun pastaj për IKMT-n e keni fjalën, apo jo? Pritje, se nuk e di se kjo zonja e di që nga tani e pas ekziston botë, as para as pas nuk ka. Jo, po drejtori vetë është i dënuar. I bjeshëm quhet IKMT-ja i sot. Ja t'ja them. Ish drejtori aty ku jeni ju, pararsi juaj. I dënuar me vendim të formës së pre, nuk keni asnjë informacion të saktë dhe kur nuk keni zoti Dajti mund të jetë në proces gjyqësor, po jo i dënuar. Po të ishte i dënuar do ishte brapa hekurave, jo funksionari i shtetit. Gjykata e shkallës parë, që ta dini. Po ju them për gjithë qytetarët që ta kuptojnë se me tema teknike zoti Dajti së bashku me 17 inspektor të IKMT-s kanë dalë të pafajshëm. Nuk ka nevojë ta bësh masjell mua listën. Po masjell një listë teknike me ankesa specifike, jo një ankesë politike. Ne nuk kemi këto në parlament sot. Nuk është politike. Ju bëj thirrje edhe një herë qytetarëve shqiptar që të sjellen çdo ankesë që kanë për prishjet nga Inuku i dieshëm, i cili quaj nuk nga inuvet e policive, e bashkive dhe policive bashkiake në territoret që do mbulojnë dhe nga IKMT-ja sot, sepse ne do të kemi ngritur një grup pune dhe do të bëjmë listim të të gjitha ndërtimeve, janë pjesë e strukturave të bashkive. Do t'i marrim rast pas rasti dhe Partia Demokratike do të bëj apo ta them tani. Me IKMT-n e ke filluar fushatën? Jo, IKMT-ja është... IKMT-ja është një institucion që punon për ti? është një nga rastet më brutale e cila ju me pronën të qytetarëve. Po këto institucionet e tjera po ju marrin edhe jetën, po ju marrin edhe pronën, po i lënë edhe pa punë, po i nxjerrin edhe në rrugë, kështu jeni kudo ju, po tira si se përballë ty po ta them. Ne them të flasim me fakte. Se ka edhe të tjera. Faktet janë këto që them unë, artimet nuk i bësh në shkollë, këto ti kanë mësuar. Tani, Partia Demokratike po ndërton dhe po bën një projekt ligj
të cilin do të bëj ligj sapo të vinë pushtet dhe do të shpërblej me vlerën reale të tregut të gjithë qytetarët të cilët janë prekur nga shkatrimi brutal, pa shkres, pa ligj, në shkeljet ligjit, nga qirakët e zotrisë. Është premtim real dhe po ja u them që Partia Demokratike do ta formalizojë vullnetin e vet politik në një ligj që të gjithë qytetarët, të cilët ju kanë shkuar sot si banda këta zotrinj, të ndrojnë rolet nesër, bandat të shkojnë para përgjegjësisë penale, ashtu siç i takon, dhe qytetarët të marrin pronën, djersën, mundën dhe sakrificën që kanë. Kjo është një ardhmë shumë e largët. Një pyetje konkrete. Jam një qytetare nga Durrësi, se Durrësi u prek pak në këtë diskutim, prandaj zgjodha t'ju bëj, zëra Bici. Jam një qytetare nga Durrësi dhe doja t'ju bëja një pyetje. Në sheshin përballë shtëpisë time, në rrugën dytësore të portit, është ndërtuar një pallat, leja e të cilit është për 6 kate. Pallati ka 10 kate aktualisht. Çfarë i bëhet këtij problemi? Thua do të prishen këto kate pa leje? Nuk e dim nëse këto kate janë futur në procesin e legalizimit, nuk e dim fare statusin në qoftë se projekti për 6 kate është rifutur në bashki për të rishikuar. Nuk e di nuk e di se cili nga këto raste, zonja t'i drejtohet nesër inspektoriatit, ashtu si rastet e tjera të mos. Kjo është publik, ky mesazh është në faqen e emisionit Njerëz në Fokus, mund ta lexoj kushdo, nuk është në chat. Kemi në faqen tonë të internetit, mund ta bëj dhe aty publik dhe ta shikojmë rastin se si trajtohet. Simbol vetëm një rast do të them. Jam lumturi varfi thot, dhe zonja Bici gënjen, njoftimi ka ardhur ditën e prishjes. Dhe lokali me leje dhe me 3 vendime gjykate të fituara, me qenë se Rafjala dhe ngritët si simbol të kësaj çiltërësisë tuaj për t'u përgjigjur publikut. Po e thot zonja, po e thot çdo qytetar në faqen e Facebookut ku të mundet. Po të them zonjën të cilën ju e përmendët. Për të cilën ju thatë që ka ardhur i kemi çuar vendimin 5 ditë para. Ja, ku e ke vendimin, tani. Nxjerr vendimin zonja dhe nuk e çon. Nuk e çon. E nxjerr dhe nuk e çoj. Doli dhe një gjë tjetër. Tani nxjerr një gjë tjetër. Sepse këta funksionojnë si band. E nxjerr vendimin, nuk e çon qytetarit që mos i lë, ja ta them unë. Nuk i le mundësi qytetarit që të shkojnë në gjykat sepse i pezullon vendimin kësaj zonjës. Prandaj nuk e çon. Për këtë rast po flasim, apo jo, regjia? Jo, nuk e di asaj rast. Lexoje pak emrin. Lexoje pak emrin asaj, ta kuptoj. Po, Vladimir Varfi. Po, Lumturi Varfi. Po, është njëti. Ky është njoftimi që i është depozituar familjes Varfi si pas zonjës Bici. Dhe i është një afat kohor 5 ditor, ndërkohë familja Varfi shkruan zotit Saliani duke pohuar të kundërtën. Thot se nuk i është depozituar asnjëherë ky dokument. Dhe se ka mbetur në zyrat e IKMT-s. Për arsye të thjesht që mos i lërë mundësi qytetarëve që të shkojnë në gjykat për të kërkuar pezullimin e vendimit të zonjës. To janë vetëm amendësimet e tuaja, unë nuk... Po, amendësimet e qindra qytetarëve që po shkruajnë kudo ku munden, në Facebook dhe që ne gjejnë emrat ku të munden, sepse kanë një hall të madh zonjë, ju keni shkatruar pronën. Nuk është një vendim të cilin ju e merrni nga zyra këtu në Tiranë, për t'i hequr ata qytetar bukën e fëmijëve. Është një vendim i studiuar që është marrë për interes publik. Pa projekt dhe nuk ka asnjë interes publik. Ka projekt, për cilën ide ju projekti është rikualifikimi i objektit. Dhe nuk mundemi më realisht ndjes, po çdo mesazh që më ka mbërritur në faqen e emisionit Njerëz në Fokus, në numrin tim personal, premtoj se do t'ja depozitoj të gjitha zonjës Dallën Dyshe Bici, e cila me shumë dashamirësi ju ka kthyer përgjigje mesazheve që ne kemi përcjell me aq kohë sa kemi patur në transmetim të drejtë për drejt. Mesazhi fundit e Enrik, lutem. Gjithmonë edhe për pjesën e shtesës pallateve, në zoti Jani Zhupa nga qyteti Vlorës më thot për një firmë që ka ndërtuar në shtesa në katin e 13, pra dhe ka hasur dhe e kemi parë në rastet të tjera këto shtesat e kateve. Si procedohet në rastet kur ato janë pa leje, si në këtë rast? Po, tani, Enrik, nëse janë shtesa që janë ndërtuar tani, apo janë shtesa të cilët janë ndërtuar me kohë. Këto janë raste të cilët janë raste shumë teknike që duhen parë në vend, për t'i vlerësuar ato rast pas rasti. Kemi pa, ashtu si qka IKMT ka dhe agjensit të tjera, Lizi Patuse, një ndërtor është dhe Luizni. Nuk mund t'i heqësh të drejtën ati që të aplikoj dhe të kualifikohet ose jo. Këto janë raste të cilat të gjitha unë, base emisioni, do t'i maj shëndim dhe do t'ju kthem përgjigjet si pas rasteve konkrete. Shqipëria është shumë e madhe për të parë çdo dritare, çdo tull
çdo kat pa leje. Ta mbyll me vetëm me një kërkesë. Po që se nuk e dini. Ka Ta merituar. mbyll vetëm me një kërkesë të fundit, duke Si e keni merituar? që plazhistët pra kemi shumë, po me këtë po e mbyll edhe pjesën e pyetjeve dhe kërkesave, të shikoni pak më shumë zonat bregdetare, siç është edhe zona e Radhimës apo Orikumit, sepse në disa raste kemi dhe mure të ndërtuar buzdetit, të cilët kanë bllokuar totalisht e plazhet. Angesat janë të shumta, angesat janë me mira, nuk janë vetëm për bregdetin e jugut, kemi edhe për bregdetin adriatik, apo si që thash, për turizmin malor, kemi për turizmin buzliqeneve dhe lumejve, të gjitha këto do shikohen rast pas rasti. Kemi një inspektoriat i cili përveç se po pengon informalitetin, përveç se po e lufton informalitetin, kemi një inspektoriat që po punon për ditë. Për pjesën nga turizmi drejt kanalit të Çukës në Sarandë, pyetjeni pak zonjën Bici, a ka ndonjë plan prishje se s'kemi fare ku të kalojmë? Dhe kjo është e fundit, nuk kam më hapësirë. Ka në plan IKMT të ndërry? Planet janë... Nuk e bën zonja Bici vetëm. Po, ja, tani... Kalon Rama aty dhe vendos se ai është projekti. Në këtë vend Edi Rama është ligj, Edi Rama është projekti, ka një projekt imagjinar. Më lejoni të marr përgjigjen e zonjës Bici për pyetjen që i bëra. A mund të flasim teknikisht e politikisht? Jo, teknikisht nuk e thënë asnjë fjalë deri tani. A mund më thos teknikisht si ndrym ti zonë kur nuk e deri tani është do të ketë ndërhyrje aty apo jo? Në projekt kam ndërhyrë në Lungomare. Në projekt kam ndërhyrë në Transballkanike. Kur të ketë një projekt në kanalin e Çukës, atëherë do ndërhyjmë edhe atje. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit që na ndoqët të nderuar shikues në këtë përballje të zonjës Bici me opozitën edhe pyetjeve të gazetarëve. Gazetarët në këtë rast ishim unë edhe kolegu Enrik Mehmeti. Ju falenderoj që na ndoqët ku emisioni transmetohet sonte në mbrëmje pas edicionit fundit të lajmeve. Nesër rreth orës 14:30 minuta dhe një ditë më pas e gjeni me siguri në faqen e emisionit Njerëz në Fokus. Faleminderit që na ndoqët.